me pa çfarë mund bëjmë me këtë aparatin. Po e që, si thonë asaj typi vetë në qef. Jo se ishin foto të bukura. Të shkrepet në kokë, do bëj diçka. Çdo gjë e kam mësuar vetë për sa i përket aparatit. Edhe kur flas vetë, nuk kuptoj që hapat e para ishin vetë. Më pas, duke bërë subscription online, duke marrë pjesë në workshope fizike, pra kam investuar për të marrë mbrapsht dijet. Kjo është e vërtet, po sepse klientët nuk janë të edukuar në Shqipëri. Është një gjë shumë e gabuar dhe kam përshtypjen nuk është vetëm fotografi, po është në çfarë lloj profesioni. Klientët janë të paedukuar, nuk e dinë se çfarë po ndodh mbrapa, nuk e dinë sa mund lodhet një person dhe nuk e vlerësojnë drejt për së drejti. Klienti me një buxhet minimal nuk mund pretendojë të bëjë film. Siç kanë thënë të vjetrit, neve na shtrydhin. Ti në Shqipëri vuajnë për cilësi. Më thonë, kur ti i tregon portfolin dikujt që ka parë punë profesionale, thotë, "Oh, shiko, se kam parë më asnjë vend tjetër." Pra dua këtë shërbim. Po profesionistët e fotografisë si duken? Dhe ne kemi shumë persona të aftë, me thënë drejtën. Edhe ka punë për gjithë. Po mënyra se si punojnë, përveç aftësive që kanë si profesionist. Ato që unë ndjek, punojnë goxha mirë. Madje do të thoya që unë nuk i shikoj si konkurrent, unë i shikoj si një person, por të patur shembull. Mu personalisht pëlqen foto. E kam me det e qarta. Shiko, kur them të çliruar të emocioneve, nuk kuptoj që t'jetë si dru. Thesh vetë drurin aty dhe fotografo drurin. Ndryshe fotografoj objektet. Një gjë që nuk e bëj me qef, nuk dua ta bëj hiç. Nuk je nga këto persona që merr përsipër çdo gjë. Jo, absolutisht. Absolutisht. Unë e vlerësoj, nëse mundem, e bëj. Nëse s'mundem vetë, flas me kolegët, e bëjmë punën bashkë, dhe nëse e di që s'mundem as me kolegët, them jo, shkoj të mohabet. Çfarë mua nuk më pëlqen është trendi i njerëzve të cilët mendojnë se mund të jenë artist apo fotograf, thjesht të blejnë një kamera. Nuk mund të jesh një till pa patur vizionin e të bërit pra një foto artistike. Dhe nuk po flasim vetëm për rregulla teknike, kompozimi, shkrepje etj., po flasim pra për një vizion i cili e ka këtu në mendje dhe arrin ta shfaqet në realitet. Thoshin më përpara, mendoj çik jashtë kornizës, po ne e gjenim një zgjidhje. Sot as nuk mundohen ta gjejnë zgjidhjen. Shkojnë te çati ose te çimi, them unë, edhe i thon çimi si zgjidhet kjo, tak çimi përgjigjen. Më pëlqen shumë fakti të printuarit 3D me rezinë, për shkak të nivelit të detajeve të lartë që rezina ofron. Kënaqësinë të shit gjërave, ti përjeton njërë vetë, po thjesht marrim aparatin edhe bën foto. Bën foto dhe pastaj e kupton që ka kaluar momenti dhe ato foto me shumë mundësi o fshihen o nuk i shef kurrë. Edhe momenti ka kaluar edhe nuk e shijuar gjë. Ko unë preferoj gjithmonë e kam pas, domethënë edhe përpara se të merrja kamerën, gjithmonë do ta shijoj një momentin dhe pastaj vinte pjesa e të fotografuarit apo të bërit dhe vazhdoj ta kem. Më duket se ishte Hollanda ki zgjidhur çështjen e kafshëve të pastreha që janë në rrugë, duke hapur pra hapësira ku mund të qëndrojnë qenë, macet apo kafshë të tjera, dhe duke incentivuar, pra duke vërë gjoba mbi qytetarët shumë të rënda për ato që i braktisin kafshët. Jo që këtu ke ne është pothuajse jo ekzistente. Jo që nuk ekzistojnë, po këtu ke ne dhe i vrasin kafshët. Nuk mendoj se po shkove jashtë dhe jesh më mirë. Nëse nuk ikën me profesion dhe përfundosh të la pjatat, të përfundosh kamarier, banakier, çfarëdo që lloj gjëje që të gjesh. Prit njerë se s'di çfarë do të pyes. Kotkër. Shpalose, çfarë të doj zemra? Jemi pa komplekse. Ja dëgjon te Alban, pa komplekse. Albani është shumë i zënë duke bërë scroll. Scroll. Si kemi ndru venet sot, Albani mrapa rekut, ti para rekut. Të kompjutrave. Pse s'ke vesh këmish ti s'm ke respektuar sot? Sepse isha në krye të detyrës derisa erdha këtu. Jam shumë e zhgënjur. S'ka gjëm, zhgënjime më të thella do të vinë. Mama. Oj, shqyr na dole njerë para kamerave, së ngele është më mirë ande, apo këte? Nuk e kam probleme thënë drejtën, kudo që t'jetë situata ime nuk ndryshon, si para si brapa kamerave. Po kjo ftyrë është nuk ndryshon. Po ftyra po themi ndjeshmëria. Një lloj.
nuk përbën asnjë lloj ndryshimi. Të thash, kur I prek vetë me dorë pajisjet është komplet gjë tjetër. Nuk, të ikën ajo, do dal para kamerës, etj. Së pari sepse që kur merr kamerën, bën ato provat e para me veten të t'i bësh, ose me familjarët e tu dhe gjithë ato refuzimet e para, jo, s'pëlqej, jo, për kështu, për mësohesh edhe nuk të bën më hiç përshtypje. Po merr shumë seriozisht të morë këtë pyetje, po s'kishim hyrë akoma në intervistë. Nuk ka problem. Të rreshim audiencë. Mo Geri. Qa desha të pyson ty? Gjithë pyetje që s'mi ke bërë terme tani mund t'i pyet. Po me vërtet, diti që rrim ne gjithë kohës bashkë edhe hiç pyetje, shumicën e njerëzve këtu I zbulojnë sa gjë. Edhe ty për asgjë s'kam pyetur. Ke filluar ti në çfarë moshe ke qenë jashtë me studime, më duket, se më të fare. Unë që 18 vjeç, po vit sa po kam mbaruar gjimnazin. 18 vjeç ke qenë me studime, pastaj ke ardhur, ke ikur, ke tentuar të ikësh prap. Ke dashur të rapisesh nga Shqipëria, apo si prap këtu përfundove? Po përfundova, po. Qoftë ironia fatit, apo shansi, apo ishte thjesht e shkruar që të ndodhte kështu. Vajta për studime, arsyeja kryesore ishin studimet, doja të vazhdoja për character design në Itali. Fatkeqësisht nuk ja dola ato. Na I shpjego çik më shumë këtë character design, se që Character design është fusha, është dizenjim I karaktereve apo personazheve për video games, për lojra, praktikisht, por në koncept është për çfarë do lloj karakteri. Specializimi teorikisht që unë do doja të bëja do të ishte për character design. Pra për të dizenjuar karaktere specifike sipas kërkesave të klientëve. Patjetër në Shqipëri kjo fushë është pothuajse jo ekzistente, pra nuk gjendet. Edhe nëse ka janë 3-4 veta gjithsej që punojnë në këtë lloj zhanri dhe kanë fitime brenda për brenda territorit shqiptar. Pastaj me klientel të huaj, patjetër që ka plot madje, se njoh fund disa, jo më sa të tjerë kush e di mund të ketë vërdall që punojnë dhe janë shumë të zot. Por në Shqipëri është fushë totalisht e pa eksploruar. Në fakt, shumë talente kanë fusha të ndryshme shqiptar që nuk njihen. Është shumë e vërtet. Një ndër arsyet pse shqiptarët kur shkojnë jashtë o bëjnë hajër, o shkojnë gro. Pra kjo është, ne jemi kalë të punës, punojmë fort, por ndonjëherë nuk ecën dhe përfundojmë keq. Pra ne jemi all in, atë shprehjen që I hedhim të gjitha kur shkojmë jashtë. Jemi kalë të punës edhe kemi sukses kur shkojmë jashtë, kam përshtypje nga që duhet që të kemi një diktator mbi kokë. Na mungon vetë disiplina. Kjo është e vërtet. Zakonisht janë o të shtëpisë o shoqëria që thonë shko provoje, por po nuk të mbush mendja vetë të jesh I bindur për atë që do të bësh, të kesh një qëllim, një vizion caktuar që ti do ta çosh përpara, është pothuajse pamundur të kesh sukses. Pra nuk hiket me durën në xhepa, le të kesh lek sa dush. Po ike me durën në xhepa dhe këtë mbrapa, jo përpara. Me durën në xhepa në kuptimin pa një objektiv. Pa një objektiv, patjetër. Pra thjesht si thon kur del për kafe shkon me durën në xhepa që e di që do ulesh, do qetësohesh, do pish kafen dhe kaq. Kjo është e shkuara me durën në xhepa. Pra I pa përgatitur për atë që do të vi. Nuk e di si e mendojnë tjerët, po jashtë shtetit nuk është fushë me lule, pra vështirësitë janë si këtu, si jashtë. I thon asaj shprehje se zgjidh më të keqen midis, pra më të mirën midis të këqijave është ajo. Shpreha. Po pse ky frymëzimi për karakter design? Nga që ke qenë gamer, më duket. Kam qenë dhe në thoj sa vazhdoj të jem, pavarësisht kohës time të limituar. Kam pas luajtur me orë shumë të gjata, dikur. Po thoj se të gjitha lërat fighter I kam pas shumë qef, lërat me ninja I kam pas shumë qef. Që ato kompjutrat e vjetër që ne I quanim kompjutrat me kasetat verdha, po që se I mban më që I blenim ato qipat. E mëse si aq I lashtë edhe ti. Aq I lashtë, ja. Por që të konsolat, që të Segat e tjere që lunim Supersonic, pastaj dolëm PlayStation 1, që morëm lutëm Army Men, I kisha shumë qef, Ninja Shadow of Darkness, ka pas qenë ndër të parët lërat me Ninja, pastaj e tjere që pasuan, pastaj në për vitet e ja ku jemi. Po sot, në koha shumë e limituar për shkak të punës, për shkak të angazhimeve në jetë, për shkak të qëllimeve që duhet arrisim, por brenda meje është akoma I gamer I dikurshëm. Cili personazh ke pasur fiksim? Fiksim shumë qef
kam pas Ken dhe Ryu tek Kenin që Street kemi Fighter. këtu. Shumë qef. Madje edhe kur isha në Japoni së fundmi tek statuja, bëra atë shenjën Foton e profilit që ka foton e Geri. profilit. Me ata shkurt. Po, si vazhduan studimet atje? Për karakter design? Për karakter design u shuan pa nisur akoma. Nuk mora dot provimin e historisë së artit në Politeknikun e Milanës, ishin 4 volume me 700-800 faqe, dhe unë e dija se ishte vetëm një dhe kisha lexuar vetëm një, sepse mendoja se ato të tjerët me numra 2, 3, 4 ishin për vitet e mëtejshme, por jo, ato ishin të gjitha për morë si provimin e seriale. Dhe, ups. Pra nuk arrita të merja do të 50% të pikëve, sepse 50% pikëve ishin vetëm historia e artit, ndërkohë kisha marrë gjitha të sakta logjikën, fizikën, matematikën dhe edhe testin e logjikës, por edhe testin e anglishtës gjithashtu, po nuk bëra dot, pra 50% duhen 51 për të kaluar. Tipike nxënësve që marrin gjithë lëndët e vështira edhe çalojnë fizkulturë. Zoti t'i jep gjithë. Pastaj u dorëzove, u ktheve apo Jo, pastaj reprovove? u ktheva, riktheva patjetër, sepse kosto i jetesës aty ishte shumë e lartë, bëhet fjalë 2011, 2010, tamam, dhe u ktheva, e rimendova prap, pash çfarë mund bëja për studime, atë vit e bëra pushim patjetër. U fokusova më shumë të gjeja atë që doja të bëja. Në atë periudhë fillova dhe punë si IT, në një kompani që quhej Italian Brain, më përpara Service Italia, ishte një call center që jepte shërbime servis klienti për këto kompanitë e energjetikës. Ishin akoma ato hapat e para të call centerave në Shqipëri. Dhe ish shefi im, Antonio, që e takoj sa herë vjen në Shqipëri, më merr në punë part-time. Unë isha edhe në shkollë, edhe në punë. Në shkollë këtu? Në ato kohë, kur kam nisur punë, kam nisur përpara se të shkoja në Itali. Po ika, u shkëputa. Dhe kur u riktheva prapë. E quaj atë periudhën si shkollë, sepse efektivisht unë kam studiuar gjatë gjithë vitit, pavarësisht se nuk kam qenë në shkollë fizikisht. Në shkollë fizikisht, po, por kam bërë gjitha të studim në italisht, sepse edhe pyetjet që aty të bëhen janë të gjitha në italisht, matematika është italisht, letërsia është italisht, filozofia është italisht, përgatitjet e testeve, dhe janë goxha të vështira në atë kohë, se tani po të ribëjmë prapë janë shumë të thjeshta, por kur i has për herë të parë gjithmonë janë më të vështira. Dhe pasi punova me atë për pothuajse një vit të plot, ika përsëri, por këtë radhë kisha ndryshuar degën, doja për inxhinieri telekomunikacioni. Kjo nga eksperienca që bëre këtu. Nga eksperienca që bëre këtu. Tu fute kohë taj të gjej një punë si call center, përfundove IT apo e zgjodhe? Jo, në fakt e zgjodha, sepse që i vogël kam pas qef të prishja pajisje. Të prishja pajisje, po, dhe sidomos të dija çka kishte brenda pajisjeve. Jo, mirë. Sidomos ato lodrat elektronike, i hapja të gjitha i bëja, po nuk dija ti montoja prapë dhe i leja aty. Të gjitha aty çalojnë të remontimi. Ke përdorur trapan të japësh? Patjetër. Trapana, vi, kemi bërë gjitha testet. Na u thyte lodra, s'dishim si me e njëjtë, me avijat. Unë kam provuar të hap njerë me trapan telefon, po s'u bë më. Nuk u bë. Është kiti dorë. Dhe pasi studiova atje, patëm, pra vitin e dytë pata një problem me dokumentacionet. Faktikisht nuk ishte problemi im, ishte problemi zyrës CGL, nësë gabojmë si që migracionit? Jo, që bënte dokumentacionin e studentëve të cilët shkoshin me bursë. Vitin e parë me bursë, patjetër. Po gjatë vitit të dytë, një sër dosje shumë sakt, të disa studentëve nuk ishin dërguar për shorteun e bursave. Kur u hodh shorteu i bursave, kush kishte fituar, po një X grup studentësh, nësë gabojmë ishin diku ka 100-200 studentë, për cilët patjetër dhe unë, nuk ishin, dhe kur bëm ankimimin e tjerë, tha nuk mundet të ribëjmë shorteun, pavarësisht gabimit të zyrës, e pranuan që ishte gabim, por gabimi nuk mund të ç'bëhej sepse shorteu ishte hedhur për 15.000 studentë, sa kishte shkolla.
ishte totalisht e pamundur të rikthehej dhe të liroheshin të bëshin shorteut e dhomave ku do flinin studentët e tjerë etj. Dhe për shkak të kostos së lartë, ishte 15.000 euro viti, patjetër nuk funksionoi. Në atë moment, si gjithë shqiptarët, burra, normalisht, punë. Qa dilte para, kamarier, banaker, pastrues kampe tenisi, thuaj ti emrin, unë e kam bërë atë. Pas ke bërë gjithë këto eksperjenca, se di, unë vetëm kamarier e kam zbuluar nga mënyra se si pijen gotë. Këto tjerat. Shumë vite përpara, po ato janë tani janë vetëm reflekse të asaj që kam pas bërë. Po të më pyesësh a di të bësh ndonjë gjë. Harrohen, çdo gjë që se praktikon paktën një vit, harrohet. Pastaj u riktheva këtu. Pastaj u riktheva këtu, mbylla shkollën, normalisht duke transferuar studimet. Disa lëndë më quajtën, disa jo. Përfundova studimet, bëra edhe masterin po këtu dhe pastaj filloi. Për çfarë bëri tash masterin? Inxhinieri telekomunikacion. Vazhdove të njëjtën. Po, të njëjtën gjë. Dhe mbylla studimet këtu, pastaj fillova punë. Normalisht në call center si dikush i sapo diplomuar në punë, shumë e vështirë. Që të bëj lekët, që të blej kompjuterin e parë. Jo, kompjuteri i parë është bler në 2013. Po, atëherë ka qenë. Atëherë kur të bëri gabim Albani Kusurin, të nxori 600 euro deficit. Jo, kam përshtypjen kompjuterin e parë kam porositur që atëherë ka qenë apo kur ka qenë Roldi, nuk e mbaj mend. Jo, atëherë më duket. Ka kaluar shumë kohë, diçka e ngjashme. Çështjen e Kusurit e mbaj mend. Dhe atëherë sapo kisha bërë lekët, se normalisht si shqiptarët bonusi i parë. Jo thjesht bonusi i parë, çka kisha bërë atje. Bashkë me disa kursime që kisha nga punët që bëja part-time, pra punoja call center, punoja si i thon, po prap call center ishte, po njëra ishte shërbim klienti, tjetra ishte që thjesht dërgoja emaile klientëve për çan këto fushatat e Vodafonit etc. Po. Po ishte punë e lodhshme se do punoja 8 orë me dikë si për kokës që kush ka punuar call center e di që njëri vesh punonte, tjetri s'punonte. Edhe puna tjetër pastaj ishte i qetë fare, nuk bezdiste njeri, po prap ishte 12 orarshi. Dhe po flasim që po bëjmë 12 orarshin 18 vjeç, pra 19 vjeç. Dhe ishte goxha e lodhshme. Edhe që atëre Geri nuk ka hequr dorë nga 12 orarshi, madje shkon edhe në 18. Së fundi po. Ja, për shembull ora është 11, tjerë flen gjumë, ne bëjmë intervista. Për kënaqësinë tonë. Po, për shefin ton. Dhe që atëherë kam mësuar që të ndjek pasionin. Tash si devijove ti te fotografia, këtë nuk e di unë, se s'kam pyetur ndonjëherë. Fotografin gjithmonë e kam pas hobi, sepse dhe karakter dizajni, pra dizenjimi i karaktereve, vinte me një fushë tjetër që ishte environment design, pra design i ambiental. Pra nga dizenjimi i karaktereve, kush ishte më shumë i aftë në atë kohë, se sot është për film vete, mund të shkonte të bënte dhe dizenjimin e komplet ambienteve brenda një loje, brenda një hapësire loje, që gjë që ishte shumë e bukur. Që në atë kohë kur i shikoja unë isha gjithmonë wow, sa e bukur kur i shikoja. Atëherë madje bleva dhe tabletin e parë digital, këtë e kam blerë në fakt edhe më përpara, në 2009, diçka e tillë, ishte një gjë Voxel, një brand kinez që nuk kishte emër, se mbaj mend si quhesh. Edhe pash kur dizenjoja me laps, me laps digital më vinte më thjesht se sa me laps fizik. Edhe duke bërë prova, ato prova ishin thjesht prova, nuk ishin ndonjë gjë reale e bukur që thoshti wow, por e kisha me qef. Dhe që atëherë duke përfituar skena, duke përfituar personazhet, gjithmonë e kisha atë sensin e fotografisë brenda, sepse duhet ta përfiturosh përpara se ta dizenjosh. Po nuk e patë në mendje, është e kot. Po. Të tentosh të vizatosh diçka që nuk e vizualizon dot. Dhe pasi punova 8 vite ca në IT, puna u bë një monotone edhe u bë e lodhshme. Domethënë thjesht shkoja në zyrë, prit kohën, mbaroj timeri, dil nga zyra dhe kaq. Ndërkohë me fotografinë pata mundësinë që të eksploroja një gjë që një po e mësoja nga fillimi, është gjithmonë ajo emocioni të mësuarit. Tash ndalemi çik te aparati. Si fillove me telefon apo bleve Jo. Një
aparat Atëherë, kur për ta fillove të filluar, eksploroje të? e fillova, domethënë që e pash atë shkëndijën e parë, ishte kur mora një aparat borxh për disa 2-3 ditë, ma dha një shoku im, edhe dola të bëja foto, random, në ambient, përdall, kudo që të Kote ishte. pate kështu si... Thjesht doja me pa çfarë mund të bëj me këtë aparatin. Do të që, si thonë asaj, typi vetë në qef. Jo se ishin foto të Të bukura, shkrepet në kokë, do bëj diçka. po që më pëlqej që po bëj. Aha. Dhe fillova nga IT-ja duke Çfarë ke bërë fotot parë, lanë? Jo, fotot e parë janë ato fotot klasike të luleve, të kafshëve shtëpiake, Aha. edhe të familjarëve Po. patjetër. Duke bërë praktike, pash që më tërhoqi si gjë. Edhe aty vendosa që të merr aparatin e parë. Normalisht, pasi kohë shumë më vonë, nuk kisha buxhet, me thënë drejtën, për të blerë një aparat. Aparatin ma bleu i mat për ditëlindje, më bleu një aparat goxha të shtrenjtë. Nuk dija Ndërkohë ti i leje babit kështu shënime, emrin e aparatit kështu gjas me jo, sipamendje aty. nuk dija të bëja research në atë kohë, thjesht kërkova një aparat që nga çmimi mendova se siç funksionon zakonisht që çmimi i lartë gjë e mirë. Po, Po ishte i mirë, por jo në nivel profesional, aparati ishte gjysmë profesional. Edhe ti duke sido mos qoftë, pasur eksperiencë nga e kuptove që ishte gjysmë profesional. sepse e kupton nga mënyra se si aparati funksionon pas X kohë përdorimi. Pra pas disa muajsh ti e kupton që pritse ka diçka që nuk më bën sens ose ka diçka që nuk më shkon. Pse nuk ma bën ky siç ja bën dikujt që po bën një tutorial në internet që ti e shikon. Si puna aty në tutorialeve kur shikon një troubleshoot dhe thotë, "Këti i del, po më pse s'm del?" Po fiks. Ndërkohë del që ishte komplet model tjetër dhe nga ajo zbulova Me ata që që të bëja dolet kërkim. e tutorialet. E ke mësuar vetë përdorimin e aparatit, çdo gjë që përmand. Çdo gjë e kam mësuar vetë për sa i përket aparatit. Edhe kur flas vetë, nuk kuptoj që hapat e para ishin vetë. Më pas duke bërë subscription online, duke marrë pjesë në për workshope fizike, pra kam investuar për të marrë mbrapsht dijet. Gjithmonë investimi më i mirë tek një person janë dijet, pastaj aftësitë. Mbi aftësitë mund ngresh çfarë lloj gjëje tjetër, po s'pate aftësitë, sigurisht edhe mindseti për ta praktikuar. Fotografia tani është profesion për mua, por në fillimet e mia unë shpenzoja mos themi 80 orë java për të mësuar fotografinë, në mos 80-90 diçka e tillë, në rria nga mëngjesi në darkë, o me aparat në dorë o duke mësuar editimin e fotove. Është tjetër gjë të editosh fotot në mënyrë, më edito pak fytyrën, me këto gjëra. Është tjetër gjë kur ti editon foto në mënyrë profesionale. Një editim i thjesht shkon po të them gjysmë ore punë, një editim profesional shkon 4-5 orë punë, për një foto po flasim, është shumë. Cili është dallimi midis editimit që the me edito fytyrën, rrudhat, puçrat, këto edhe një editimi profesional? Pra, ke rasti më standard, është ai që shikon fotot në Instagram që duken ose si plastike, pra fytyra duket ose plastike, ose duket mbi edituar, pra duket që është retouch, sot është ajo aplikacioni i njohur FaceApp, që i çojnë sliderat në maksimum dhe duket çdo gjë jo reale, ndërsa fotot për të edituara në mënyrë profesionale kanë një pamje tjetër, pra u duket tekstura lëkurës, nuk ka, me të vërtet nuk ka papastërti, por duket pra që është një fytyrë e kuruar. Dhe editimi më profesional është ai ku ti nuk e dallon dot që ka editim. Ka një prekje fine ku gjithçka duket sa më natyrale. Gjithçka duket sa më natyrale, pra. Nuk është të thënë, nuk ka njeri pa rrudhat, pa sytëzinj, pa mimik, pa mimik, pra vetëm në rastin kur ti je super botoxuar edhe të ka humbur shprehje. Super botoxuar ose i ke një make-up perfekt dhe nuk të dallohet fare. Vetëm në punime profesionale ku ke të bësh me make-up artist e tjerë, ti ke mundësinë të bësh një photoshooting pra që pothuajse nuk do t'i prekësh fare. Në shumicën e rasteve duhet të prekur fotot, por jo çdo klient e kërkon. Është gjithmonë në varësi të klientit, sepse në varësi të editimit është dhe tarifimi. Është puna, pra janë orët e punës mbrapa që asnjë nga klientët nuk i shikon. Klienti thotë pse kushton kaq, kur ti i bën raportin e orëve në fund që shiko se ky fotoset nuk ka vetëm 3-4 orë shooting apo 2-3 orë shooting, po ka edhe 5-6 orë mbrapa që ti të marrësh fotot e duhura që ti kërkove. Janë ato punët e padukshme që klienti nuk e ka iden se
Sa punohen. Kjo është e vërtet, po sepse klientët nuk janë të edukuar në Shqipëri. Është një gjë shumë e gabuar dhe kam përshtypjen nuk është vetëm fotografi, po është në çfarë lloj profesioni. Klientët janë të paedukuar, nuk e din se çfarë po ndodh mbrapa, nuk e din sa mund lodhet një person dhe nuk e vlerësojnë drejt për së drejti. Dhe nga mosdia, përveç klientit, janë dhe vetë profesionistët në thojza, të cilët as vetë nuk e din se si ti tarifojnë klientët. Pra thjesht japin çmime do si do. Pra është një mungesë profesionalizmi Patjetër. Mungesë informacioni. Që është një kombinim i Është një keq, kombinim i keq, çon një prishje tregu. Një prishje totalisht të Kjo tregu. në fakt ishte një pyetje që desha ta konsumoja më vonë, po me që dolëm e zaurojmë tash. Sa të paedukuar jemi ne si klient? Jo të gjithë, por shumica janë të paedukuar. Pra shumica është një lloj trendi i çuditshëm që nuk e di sa real mund të jetë në profesionet tjera, po në fotografi të paktën kur klientët paguajnë shumë, e dinë se çfarë duan. Dhe janë të qartë çfarë duan dhe ta kërkojnë eksaktësisht siç e duan. Çdo gjë më tepër. Çdo gjë më tepër, çdo gjë më pak të vjen korrektimi mbrapa. Kur e jep eksaktësisht siç duhet, nuk të komentojnë fare, faleminderit dhe iku puna. Por klientët, pastaj është ajo pjesa e klientëve që nuk dinë se çfarë duan, por e duan diçka. Është një shprehje, do bëjmë diçka që s'është bërë më para. Po. Dhe ti thua, ka një arsye pse kemi shpirt inovativ ne si popull. Gjithmonë duam diçka ndryshe të shpikim rrotën. Po, patjetër. Dhe është ajo klasike, unë i them klientit, shiko, të dërgoj disa fotoreferenca, ose mi dërgon ti, sido që tjetë, në varësi të ides, dhe ne do të realizojmë gjëra të ngjashme, 80-90% të ngjashme me ato që ti po kërkon. Por rrotën nuk e shpikim dot nga mrapa, pra nuk bëjmë dot rrotë të dytë. Po. Për sa kohë se kam bërë as të tjerë më të mirë se ne. Thjesht mund t'i shtojmë ca. Ne mund të kombinojmë elemente nga fotosetet të ndryshme në një, mund ta ndërlikojmë sa të duam, por nuk e bëjmë dot diçka unike. Pra, sidomos dhe me kosto të ulta që... Po gjë e ndërlikuar, sërse del në gjë e bukur, mendoj. Varet. Në fotografi, drita, sa më shumë drita, ndërlikime, thyrje të dritës të kesh, në varësi gjithmonë të ides, krijon kompozime shumë bukura, të cilat janë breslënce. Jo, e kisha fjalën për ndërlikime, kështu skenografira ose unë të qëndroj gjithmonë skenare që kanë kohë klientët. Kanë kërkuar ndonjëherë ndonjë skenar kështu të çuditshëm. Skenar të çuditshëm ka plot. Sepse klienti nuk e di se si do dalë fotografia. Klienti thotë vetëm hajde këtu e bëjmë këtu te ky vendi. Ndërkohë te ai vendi gjysma e kokës në diell, gjysma e kokës në errësirë dhe nuk balancohen dot drita. Ka metoda patjetër, reflektor, flash etj. Por jo gjithmonë klienti paguan për të patur gjithë këto shërbime me vete. Pra është ndryshe kur një klient paguan pak, ti merr masat që ti bësh ballë kushteve kundrejt pagesës që klienti të ofron. Sepse klienti me një buxhet minimal nuk mund të pretendojë të bëj film. Normalisht është raporti sa paguan, aq do marrësh. Siç kanë thënë të vjetrit, neve na shtrydhin. Deri në dritën e fundit i themi ne. Derisa mos ketë më dritë, atëherë s'bëhet më fotografi. Geri është shumë tipi qetë. Shumë tipi qetë, përveç se kur luaj. Po, në punë e shumë i qetë. Po, ka ndonjë klient që ta ka shtypur atë butonin e nervit si në lojë. Jo, në atë lloj sensi jo, por se me mua filloi që pa. Atë është shaka. Kam patur një klient që kemi patur për të bërë një rekord, një regjistrim video. Kishim eksaktësisht 3 fjali. Dhe për ato 3 fjali kam shpenzuar 3 orë gjysmë, sepse klienti kishte emocione në të folur. Edhe pavarësisht përpjekjeve të mia, thjesht të thash hoqa dorë derisa ta thot, "Okej, nuk do iki." Lëshova rrënjët aty. Porosita për të ngrënë, ëngra, u tret ushqimi dhe në fund fare e bëm. Pas 3 orësh gjysmë. Doli me sukses pak. Doli me sukses. Po mirë, ke ngrënë me atë rast. Po, aty ishte faza që u rritën nervat, arritën kulmin, ti po mundohet të mbash i qëtë, pastaj thjesht hoqa dorë, nuk ja vlen të harxhoja nervat. Po nga fillimi i eksperiencës tënde me fotografinë dhe në marrëdhënie me klientët, deri aktualisht shikon përmirësim
Patjetër, është eksperienca që shtohet dita ditës. Me çdo projekt që ti merr, pavarësisht se në pamjet parë nuk e dallon dot. Pra, nëse ke fituar diçka apo jo, po sa herë më shumë të marrësh punë, sa herë të mbyllësh një projekt të suksesshëm apo të pasuksesshëm, eksperienca shtohet. Shtohet dhe në një pikë në fotografi e themi arrin ta shikosh dritën me sy të lirë, edhe arrin të shikosh ngjyrat në editim. Jo të gjithë e kanë, por ato që e kanë janë shumë të aftë në atë që bëjnë. Është tjetër gjë ta manipulosh dritën më pas që janë aftësitë akoma më të larta. Këto janë dy hapat bazë që thashun. Pastaj tek fakti i manipulimit dritës, aty pastaj bëhesh drejtor fotografie, etj. Që janë stade profesionale shumë më të larta. Në fakt e kisha kemi përmirësim nga ana klientëve, po mirë bëre që shpjegove edhe këtë krah. Nga ana klientëve? Apo jemi bërë më keq, apo kemi ngelur në vend numër, ose ne ndryshimin e kemi shumë të avashtë. Atëherë, është rritur vetëm mirëqenia e klientëve të cilët paguajnë, por si mindset, si metodë mendësie, jemi aty. Pra nuk është se ka ndryshuar shumë, të paktën në aspektin e fotografisë. Po edhe në IT pak a shumë ashtu është, se njerëzit gjithmonë kanë atë tendencë të thonë, sa është kjo, po mirë, shumë, çam më jepi diçka më të ulët. Është e njëjta gjë. Mindseti i të paguarit pak për të patur shumë nuk ka, sidomos në një botë ku e mira materiali mbizotron. Do të thënë, nuk ka sepse përpos ti do foto të mira. Unë do të bëj aparat të mirë. Aparati im i mirë nuk kushton të marr unë 100 euro. Nuk ka aparat 100 euro. Ato kosto amortizimi, kostot e pajisjeve, gjë që klienti nuk t'i llogarit sepse klienti nuk e di çfarë kompjuteri ti ke, sa ke investuar te kompjuteri, tek pajisjet, laptopi, çanta. Ka një sër gjërash të cilat kur hyn kosto dhe i futin kosto amortizimi. Fizike që hiqim ato, po flas vetëm kosto pajisjesh, të cilat amortizohen. Aparatet janë me numër shkrepjesh. Mbaron numrat e shkrepjeve, ja bë trak edhe, s'punon më ai kliku, shatri. Që do të thotë, po ngeli shatri, hasta la vista. Dhe pastaj të blejmë 4.000 euro aparat të ri. Por konsidero rrogat në Shqipëri, 4.000 euro kush punon me lek djerse i ka me kredi, nuk i ka lek xhepi. Ose në mos kredi janë kursime, të cilat mund shkojnë për një pushim etj. Pra nuk kemi ndryshim. Nuk kemi ndryshim sepse balanca siç ka qenë vazhdon është. Me të vërtetë janë rritur tarifimet e klientëve, por gjithashtu janë rritur edhe kostot e jetesës. Jo, po pse nuk ka ndryshuar mendësia e klientëve, po them, pse nuk po edukohen me ritmin e dur? Po nuk po edukohen sepse shumica e tregut, shumica flas në botën e fotografisë, nuk janë të edukuar vetë profesionistët që janë të fushës. Pra ti me të vërtet mund dalësh të nxjerrësh paketa për klientët me 5-6 skena, po ndërkohë skenat varet si ti i bën. Varet çfarë klienti do të arrijë. Do të bësh foto në seri, do të bësh 300 foto dhe klienti ti thua fotot edituara do të çoj 100. Nëse unë ulem të editoj 100 foto, unë mbaroj pas një viti me një klient. Të edituara siç duhet. Nëse ne i themi foto të korrektuara, pra thjesht që rregullohen detajet vogla, drita, hija, një gjë që të tërheq vëmendjen, edhe mund bëhen, po të edituara në mënyrë të mirëfillt, pra janë shumë të paktë. Dhe kjo është një zonë gri që klienti nuk e përcakton, nuk e di ku po shkel. Pra klienti thotë unë dua foto të edituara. Sepse nuk po i ofrohet cilësi. Sepse nuk i ofrohet cilësi, ne në Shqipëri vuajmë për cilësi. Më thënë, kur ti i tregon portfolin dikujt që ka parë punë profesionale, thotë, shiko, se kam parë mas një vend tjetër. Pra dua këtë shërbim. Rasti konkret më ka ndodhur mua me një nga klientët e vjetër. U bëra unë fotosetin e korporatës të tyre për punonjësit e vet, me flash, me pajisje të duhura, dhe dolën shumë bukur portrete, po portrete të edituara në mënyrë të mirëfillt. Kosto normalisht ishte e lartë për klientin, por nuk patën asnjë kthim pra asnjë koment për asnjë foto. U dorëzuan 50 foto ishin okay, pra asnjë lloj komenti. Asnjë lloj komenti negativ. As për korrektim, as për asnjë gjë. Thjesht dorëzova fotot dhe ishim okay. Marrin dikë tjetër, x arsye, s'kim duket s'kisha unë mundësi apo ju duk kosto e lartë për herë të dytë etj, sepse ishte ndruar stafi një vit më vonë.
kishin bërë fotot, kishte shkuar personi në fjalë, kishte bërë fotot, fotot kishin vetëm me kamera në dorë, pra ne i themi fotografisi me shku me durmë xhepa, vetëm me kamera, pra të pak në nxjerr telefonin. Po kishte bërë fotot, kishin ngelur të pakënaqur dhe kur i kishin hedhur fotot e fotografit tjetër në website-in e tyre, kishin parë diferencën, tha jo, nuk bën, këto foto nuk bëjnë. Pra duhet ai fotografi që i ka bërë. Edhe kur u rikthyen tek unë, normalisht paguan çmimin. Paguan 2 fish. Jo, 2 fish jo, po. Jo, 2 fish sepse paguan një person, pastaj në këtë kuptim më thash 2 fish. Po. Pra u detyruan të paguanin të bënin 2 herë të njëjtën punë, kur mund ta kishin evituar që në fillim. Dhe kjo tregon që klientët janë të paedukuar, pra kërkojnë kosto të lirë, por volumi i punës është vërtet i madh dhe nuk është thjesht çështje përfitimi. Ka, patjetër, si në çdo profesion persona që përfitojnë nga pikërisht kjo padituria e klientit, po ka edhe njerëz të cilët janë të rregullt, janë transparent, kaq punë do të bëj, kaq do të dorëzoj. Kjo është pagesa që ke. Mendon ti që është keq informim ose jo edukim i vonuar edhe i parësyshëm, sepse tash njerëzit bëjnë seta fotografike për çfarë do lloj eventi, për çdo ditëlindje, për çdo festë, duhet kishte ardhur momenti që të ishin të informuar në këtë aspekt. Shiko, është gjithmonë ajo pyet 100 vet, po bëj si ti vet. Edhe klienti këtë e ka shumë mindset bazë. Pra, kur marrin një ofertë nga një fotograf, nuk janë të interesuar për ato që ata kanë në mendje. Domethënë të them, unë e di se çfarë seti dua të bëj. Edhe e di kush fotograf ka këtë lloj skenografie, ka këtë lloj aftësisë për të më nxjerrë mua siç e dua unë produktin. Tek ne është hapim listën e fotografëve në internet apo Instagramet, hapim profilet, shohim pëlqen, kush pëlqej, çojmë, alo sa kushton kjo? Pëlqen, ikim këtë tjetri. Pra, është më shumë tek pjesa e paras se sa tek pjesa e asaj që duan të arrijnë. Për mua është gjë e gabuar, por gjithashtu nuk i vë faj sepse edhe klientët jetojmë në Shqipëri, pagesat janë ato që janë. Jo të gjithë kanë mundësinë të investojnë në një fotoset shumë të mirë, sikurse jo të gjithë kanë aftësinë për të investuar në pajisje shumë të mira, qoftë televizor i mirë, kompjuter i mirë, etj. Por ne gjithmonë synojmë e një klientelë e cila është e orientuar drejt vizionit të tyre. Pra, e di se çfarë do deri diku. Sepse të merresh me persona të cilët nuk e dinë se çfarë duan, por e duan, është si puna e asaj shprehje që AI do të na zëri punën. Në fotografi është shumë e përhapur. Ti mund gjenerosh çfarë duash me AI, po nuk ditë si ta Prica do e prekim më vonë atë. Okej, e prekim më vonë. Po profesionistët e fotografisë si duken? Ne kemi shumë persona të aftë, me thënë drejtën. Dhe ka punë për gjithë. Po mënyra se si punojnë, përveç aftësive që kanë si profesionistë. Ato që unë ndjek, punojnë goxha mirë. Madje do të thoya që unë nuk i shikoj si konkurrent, unë i shikoj si një person për të patur shembull nga metoda e punës, në mënyra se si ato e nxjerrin produktin final. Për mua, fotografia është produkti final që unë do të dorëzoj klientit. Pra për mua është e rëndësishme që produkti im të jetë i kuruar, në aq sa unë di të bëj, edhe të jetë klienti pra i kënaqur me punën që do të bëj. Sidomos kam përshtypjen në gjithë profesionet që kanë të bëjnë me persona, kur klienti rikthehet është një ndër ndjesitë më të këndshme, pra që klienti të vlerëson dhe pra ti vërtet ndihesh i vlerësuar në atë moment. Është edhe një feedback që në ardhin e vet tregon që tregon që kam mbetur i kënaqur. Por jo vetëm për të vlerëson dhe për stilin tënd, sepse çdo person, çdo fotograf ka stilin e vet. Dy fotograf njësoj të njëjtin objekt nuk e fotografojnë dot në të njëjtën mënyrë. Pra, ndryshojnë pavarësisht këndvështrimit që mund të jetë ngjashëm, por nuk është kurrë i njëjtë. E fillove me foto, po ti je ngatruar edhe me video editing. Si ke kombinuar këto të dyja? Apo të doli rrugës kështu? Jo, nuk doli rrugës. Në fakt, që në momentin që ti fillon të studiosh fotografinë, e kupton që edhe videografia, pra pjesa e videove është shumë e bukur, është më e vështirë se fotografia. Fotografia është një frame, pra një foto e ngrirë, videografia është një vazhdimsi e lëvizje objekteve dhe është më ndërlikuar për të kontrolluar dritën.
si fillim nga një miku im që bënte video, bënte shumë shpesh video kreative dhe bënte idetë e veta, ai ishte inspirimi i parë. Fillova dhe unë të testoj ujërat e videografisë dhe pash që kishte goxha kërkesë. Domethënë në pjesën e fotografisë dhe videove, videografia është më e kërkuar, sidomos pas 2020-s, ku trendi i reklamimit të produkteve në Instagram, rrjete sociale, YouTube e tjerë, është rritur, mos them, tej mase. Pra, është pothuajse e pamundur të bësh një fotoset pa patur një video. Po, shkojnë bashkë. Pra, shumica e klientëve biznes kërkojnë dhe foto dhe video. Në rrallë herë është një biznes që kërkon vetëm foto. Vetëm nëse ti i profilizuar vetëm për video, vetëm për foto ose vetëm për video, që ti bën vetëm atë dhe kaq. Ndryshe, çdo biznes ka nevojë për foto dhe video bashkë. Është edhe faji i rrjeteve sociale, për mos thënë totalisht i Instagramit, ku ti je i detyruar të postosh shpesh, je i detyruar të postosh video, sepse fotot nuk ecin. Ecin dikur, po sot nuk ecin më. Gjithmonë varet nga numri i ndjekësve, edhe problematika tjerë që nuk po i hym. Për këtë arsye hyrët për çështje domosdoshmërie apo të pëlqeu? Jo për çështje domosdoshmërie. Gjithmonë ishte çështje që unë doja ta eksploroja, e eksplorova, më pëlqeu dhe e vazhdova. Edhe ngeca. Nuk e quaj të ngetur sepse gjithmonë. Bëra shaka. Se kështu e kemi si shprehjen e shqiptarëve. Të fillova këtë ngeca atë çat bëj. Po jo, kjo është kur je për hall. Ne jemi për hall, ne e bëjmë se kemi dëshirë për ta bërë. Është si jargon. Kush të pëlqen më shumë, foto apo video? Atëherë, të dyja më pëlqen. Po flasim në kuptimin artistik, shpirtëror, jo nga krahu i përfitimit profesional. Unë do të thoja që videografia e jep emocionin më mirë se sa fotografia. Po jo sepse nuk jepet në fotografi, thjesht është pëlqim, preferencë ime personale. Pra në videografi, në video ti mundet ta kontrollosh dritën aq mirë, jo se në fotografi nuk e bën dot edhe një herë përsëris, por emocioni të parit, diçka që lëviz, e bën më afër me shikuesin. Edhe kjo është një gjë që mua më pëlqen shumë. Të paktën, si thon, e shikoj veten tek gjërat apo tek videot që i kam si referenca për të krijuar një mood board ose për të krijuar një pamje për klientit që i ofrojmë. Mund të jetë i vështirë, mund të jetë i lehtë, jo gjithmonë bëhet, ka problematikat e veta, por kur bëhet dhe del tamam, tjetë shprehje të kënaqet shpirti. Jo, nuk po flisja në lidhje me klientin, po flisja ti si Geri. Kur shef kujtimet në të kaluarën, të pëlqen më shumë, të emocionojnë, të pëlqen më shumë videot apo një foto? Për mua nuk ka shumë rëndësi nëse është video kujtimi apo është foto. Patjetër video ka pjesën që ti e rikujton me më shumë detaje sepse shikon më shumë, por edhe në fotografi më pëlqen fakti që sapo shikon një fotografi direkt të shkon mendja tek diçka që ke bërë në atë moment. Por të dyja janë nuk e bëj dot dallimin, pra kjo është kaq, kjo është kaq. Të dyja më pëlqejnë. Kur shikon një foto të vjetër ke kujtimet aty brenda, kur shikon një video të vjetër, po prap ke atë ndjesinë e mallëngjimit, flasim foto shumë të vjetra apo video shumë të vjetra. Nuk ta bëj dot këtë dallimin të premtë thi kush është kjo apo kjo. Pra për mua shkojnë bashkë. Çfarë do lloj materiali, qoftë analog apo fizik apo digital që kemi në ditët e sotme, për mua është një kujtim shumë i bukur. Qoftë kujtim apo vepër arti. Për atë që bëjmë. Mu personalisht pëlqen foto. E kam idetë të qarta, nga që foto është një moment i ngrirë edhe ndoshta nga që t'jep më shumë rrije komenton edhe krijon edhe situatën vetu, ajo se kemi qenë kështu, ka qenë ky momenti kështu. Ndoshta është edhe më e volitshme për ta kjo të vjen si diskutim sepse ti ke hapësirën e të debatuarit me një person tjetër, në thojza debatuarit, por të komentuarit mbi fotografinë. Dhe mundohesh të rikrijosh skenën apo momentin në mendjen tënde. Ndoshta në video ti e shikon dhe thua, shiko këtë, shiko këtë. Pra ai momenti që ti vret mendjen dhe thua, shiko, kjo ka qenë kështu, jo po ka qenë kështu, e bën pra më interesante. Por dhe video ka atë të bukurën e vet. Në sensin që mbase jo çdo detaj ty të kujtohet, mbase jo çdo moment
Po unë e di që do të mushësh mendjen ti që video është më bukur, pa s'ma mush. Jo, unë nuk kam tendencën të ndikoj tek asnjë person për preferenca personale. Zgjedhje. Ke shumë foto të printuara ti? Të printuara shumë pak. Që kur ka marrë Gili printerin, aty kam printuar ta foto për të printuarit foto profesionale. Kështu jo, kam shumë pak. Çfarë është një foto e bukur për ty? Një foto që të lë një përshtypje, të jep një emocion në momentin që ti shikon. Një foto ku ti, nëse i heq syt nga fotoja dhe kthem prap ajo foto, pra, në atë moment që ti e heq kokën, e ke akoma në mendje. Ajo është një foto e bukur. Pastaj mos të hym detajeve teknike, por mbresa që të lë një foto, nga emocionet që të përcjell kjo fotografi, unë atë e quaj foto të bukur. Pastaj bukuria është relative, sidomos në 2025. Po, pa diskutim. Ty të pëlqen shumë fotografosh portrete apo peizazhe? Portrete. Portretet e njerëzve. Pse? Sepse portretet e njerëzve japin emocion. Ka njerëz që shpesh thonë nuk dal mirë në foto, nuk dal shumtuar, etj. Por njerëzit nuk e kuptojnë që pjesa më e bukur e të dalë e të nxjerrit një portret është eksaktësisht ajo e përditshme, jo e lyera, e bëra, jo po fjeta mirë, jo po sot s'bëj dot foto, etj. Është shpresh emocionin e momentit në përditshmëri. Këto janë fotot më të bukura. E qeshura me zor në foto? Po, mos ma kujto. Është e tmerrshme. Më thënë, ti e apo dallon. Njerëzit, jo, ta pyeta edhe në formë kështu këshille si profesionist, apo thjesht njerëzit duhet dalin ashtu siç ndihen në moment. Se ka njerëz që nuk duan të qeshin kur dalin foto, marrin një qëndrim kështu të vetën që e kanë, i personifikon. Kjo ndos zakonisht me persona të cilët nuk janë mësuar me kamerën, gjithmonë ato, domethënë nga 2 orë photoshooting, 1 orë e gjysmë shkon në teste, në thojza, edhe mundi i fotografit për ta çliruar personin në fjalë që do të fotografoj. Fotot më të mira gjithmonë dalin në fund të setit fotografik. Janë ato që çlirohen nga emocionet. Janë çliruar nga emocionet dhe duket më natyrale. Ne që kemi bërë shumë portrete, flas për veten, ato persona të ngjashëm që i pëlqen pjesa e portretit, e dallojnë që kur e shikojnë në pamje të parë, nëse shkrepja do dali e sakt ose jo. Pra, në sensin ka ngrirë klienti, duket i ngrirë, apo është buzëqeshje natyrale. Nëse s'është natyrale, do përpiqemi të bëjmë ndonjë shaka, të tërheqim vëmendjen, të jemi më afër me personin në fjalë që po fotografojmë, në mënyrë që të hiqen ato emocionet dhe të kapim pra esencën e portretit. Por në rast se hiqen emocionet 100%, nuk është më bukur që klienti të ketë një farë emocioni sesa të çlirohet plotësisht. Shiko, kur them të çliruarit të emocioneve, nuk nënkuptoj që t'jetë si dru. Thjesht vetë drurin aty dhe fotografo drurin. Ndryshe fotografoj objektet. Kur themi të heqim emocionet, është të hiqet vetëm pjesa që janë si të sikur i ka zënë gërçi. Duket sikur janë mos më kap foto. Shpejt. Pra mbajmë frymën, ajo mbajtja e frymës i jep ngrin mimikën. Dhe duket totalisht fiktive, pra nuk duket sikur është një buzëqeshje reale apo një buzëqeshje natyrale. Duket tamam një gjë e shtirur. Pra si puna e saj që të thonë një shaka, ty nuk pëlqen, po ti qesh nga hallet. Nga është e jeta që ti mund ta dallosh dhe thu okay, po nuk ishte ajo që doja. Cilat janë portretet më të bukura? Se di sa i ke hasur ti portretet, po flas me kategorizim moshe, portretet e reja, të pjekura, apo? Atëherë, personalisht, nga që shpreh më shumë? Kam patur më sakt mundësinë të fotografoj grup mosha të ndryshme, që nga fëmijët, pra që tek bebet, jo nuk bëj sete me bebet, thjesht më ka rastisur, deri tek të moshuarit. Unë mendoj se që të gjitha kanë ato, pra çdo grup mosh ka etapën e vet që duket jashtëzakonisht bukur. Tek bebet kur flen, pra është personalisht ajo qetësia që një fotografi e ndriçuar mirë
i përcjell shikuesit. Tek të rinjt ose tek grup mosha e 15-20 vjeç shikon që janë shumë energjik, e tregojnë që në fytyrë që është dinamizmi, pra e kanë në gjak. Shikon grup moshat 25-35 deri në 40, shikon atë një farë serioziteti, po prap një buzëqeshje natyrale. Çdo gjë sipër i shikon, pra në portret shikon vitet e eksperiencës që ky person ka patur, si e ka kaluar jetën ose pjesën më të mirë të jetës. Edhe arrin pak a shumë të dallosh se ku qëndron tendenca tek një portret serioz dhe një portret i buzëqeshur. Pra e dallon me sy të lirë, flas në aparencë, se personi në fjalë aparenca mund të gënjej, por të paktën përpara kamerës të përcillet tjetër ndjesi. Pra për mua nuk ekziston një preferencë grup moshe, çdo grup mosh ka bukurinë e vet. Çdo etapë e jetës ka bukurinë. Gjeri ja bëj qefin gjithëve. Jo, nuk ja bëj qefin gjithëve. Në të njëjtën linjë me mua sot. Ore, pse nuk bëhet ti kështu video dasmash? Se ka lek aty. Nuk i du fare atë lek. Nuk pa ofenduar gjithë profesionistët që merren me dasma. Fare. Absolutisht është zgjedhje personale, nuk preferoj të bëj dasmat, më duket jashtëzakonisht shumë e lodhshme. Mund të paguhesh mirë, por që në momentin që e kam provuar, patjetër që e kam provuar, por në momentin që unë shikoj dasmor të cilët vinë me zor në dasëm, sepse duhet bëjnë qokën, atë për mua kjo nuk është dasëm. Kjo është thjesht hajde shtrojmë njerëzve, bëjmë qefin njerëzve dhe kapim foto video. Ke parë shumë dasma kështu ti që vinë me zor? Për të bërë video dhe të fotografuar, kam parë vetëm 2. Edhe kur më. I ftuar kam qenë, patjetër, dhe kam përshtypjen dhe ti ke qenë për dasma treqeriku njerëzve janë shumë. Pa kaluar ato 2 gotat e para, se mas 2 gotave të para. Po pastaj nuk i fotografon dot ato, se janë. Se jo, kam qenë i dasëm u zhveshaj. Filloi kështu, shqyr që ishte burr mosh. Po. Ja, unë kam tendencë të evitoj pjesën e dasmave, nuk e marr përsipër, më kanë ardhur oferta, e them jo, nuk. Më duket më shumë stresuese se sa pjesa e fitimit. Një gjë që nuk e bëj me qef, nuk dua ta bëj hiç. Nuk je nga këto personat që merr përsipër çdo gjë. Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë e vlerësoj, nëse mundem, e bëj. Nëse s'mundem vet, flas me kolegët, e bëjmë punën bashkë, dhe nëse e di që s'mundem as me kolegët, them jo, shkurt muhabet. Nuk është gjuna të marrësh përsipër një punë dhe të mos e çosh deri në fund. Më mirë thuaj jo, se sa pastaj konflikte me klientin, edhe klienti nuk ka faj. Ai po të paguan për një shërbim që ti nuk po e jep dot. Mos e jep fare. Mendoj se është më e drejtë për të dyja palët të thua, shiko, nuk e marr dot përsipër, më vjen keq, unë bëj 1 2 3 4. 5 6 7 ose bëj diku tjetër ose mos e bëjmë fare. Miq si më përpara, i thot italiani. Kush e di sa shokët janë mërzitur që si ke filmuar dasmën, prandaj e kape këtë temë me shumë mundësi. Më kanë thënë disa, po është edhe unë aty kam qeshur kështu, mirë se do flas. Geri kështu duke bërë falënderime, shqyr që Lorena është martuar para se të bëhesh videograf. Aty do ta bënim një përjashtim. Po kam përshtypjen se pastaj do më shajë gjithë jetën. Shiko atë si e bën, shiko këtë. Po kur s'po të shaj këtu që po na shohin të tjerët, jo ma aty që do shifja vetëm unë. Edhe fisi. Si e shef ti të ardhmen e fotografisë? Nga që aktualisht, po ka gati 10 vjet që të gjithë kanë një telefon në dorë, mund të shkrepin foto, mund të bëjnë video. Shiko, fotografia është një profesion, po edhe një art i cili jam plotësisht dakord që shumica të mund të ta eksploroj. Siç e kam gjetur unë. Më thënë thjesht më rastisi një herë aparatin dorë, më pëlqeu, si thonë rash brenda me fotografinë, dhe pse jo dikush që ta provoj. Jam Gili mos u bëj xheloze. Dhe le të ketë smartphone, le të ketë kamera, le të ketë çfarë lloj pajisje që mundet, nëse ka më dëshirë ta bëj. Çfarë mua nuk më pëlqen është trendi i njerëzve të cilët mendojnë se mund të jenë artist apo fotograf, thjesht se blejnë një kamera. Pra nuk mund të jesh një till pa patur vizionin
e të bërit pra një foto artistike. Dhe nuk po flasim vetëm për rregulla teknike, kompozimi, shkrepje, etj., po flasim pra për një vizion i cili e ka këtu në mendje dhe arrin ta shfaqet në realitet. Mbase jo 100%, se asnjëri s'ia del 100%, të paktën të idesë që kanë në mend, sepse idetë mund të jenë edhe të ndërlikuara, por nëse arrijmë atë 80%, për mua e quajmë një ditë të mrekullueshme dhe flim gjumë të qetë. Por në rast se unë kam dëshirë edhe unë pretendoj si fotograf autodidakt që bëj foto të bukura. Vike një profesionist, normalisht se ty të është stërvitur syri, edhe cilat janë ato kriteret që dallon ti që kjo foto ja vlen ose kjo nuk ja vlen? Kriteret ka shumë për vlerësimin e një fotografie, por unë mbi kriteret teknike vlerësoj kriterin human. Personi po përpiqet apo ka tendencën thjesht të tregojë se unë mundem ta bëj një foto. Pra nëse po përpiqet, e rregullojmë. Nëse është arroganca që shiko sa bukur e bëra unë, atëherë kemi të bëjmë pra me egon dhe jo me pjesën artistike të bërit një foto të mirë. Kriteret më bazike, ajo që shohim gjithë, ku është i pozicionuar subjekti në fotografi, pra e ke në të majtë, në të djathtë, në qendër, në cep fare, apo si ato foto që na bënin dikur të shtëpisë që i thoje më kap mua dhe ambientin, ti ishe kaq dhe ambienti soba me drogë. Pastaj kemi elementet e dritës, pra si është drita, është e fortë, është e butë, është e qëndërzuar, është dramatike, ka pra metoda ndriçimi të ndryshme. Po këto hyn tek pjesa më teknike e kriterit të vlerësuarit fotografisë. Kriteri bazë, qoftë për fotograf apo jo fotograf, është të përcjellë fotoja një emocion, të tregojë një diçka. Pra, mund të mos e kesh treguar siç duhet, por të paktën ajo foto duhet të tregojë atë diçka pa hapur gojën ti. Atëherë ka realizuar një foto të mirë. Më mirë dritë natyrale apo këto dritat që na nxjerrin syt në këto? Varet. Unë kur kam nisur fotografin kam punuar vetëm me dritë natyrale dhe mendoja se përdorimi i fleshit apo i dritave LED të vazhdueshme nuk do të ishte i nevojshëm. Por sa më shumë eksperiencë mëson, grumbullon më saktë, e kupton që të dyja janë të nevojshme. Ka një arsye pse janë krijuar sepse jo gjithmonë i kemi kushtet, pra sot mund të ishte ditë me diell, nesër është shi, si do ta bësh portretin në dritë natyrale, do presim sa të hapet koha? Puna nuk pret, klienti mbase nuk pret, mund të ketë një photoshooting që do ta realizoj sikur të ishte jashtë, por ne e bëjmë në studio. Edhe hyn ajo pjesa e editimit pastaj që mund të jetë editim i thjeshtë, mund të jetë me zëvendësim backgroundi, mund të jetë implementim me AI, etj. Pra ka një sër metodash për të zgjidhur problemin, sepse në fundit fotografia përpos se është art, po sot siç ne po flasim, është një metodë komerciale e të reklamuarit të një produkti, qoftë vetë klienti që është produkti apo produkti që klienti po shet. Pra, janë gjëra që shkojnë njëra pas tjetrës, që duhen të dyja. Pra, ti nuk mund punosh në një event natën pa flesh. Ndryshe nuk ka pasnjë gjë. Edhe lentën më të mirë të kesh, po që ambienti shumë i errët, fotografia pa dritë s'është më fotografi. Ndaj të blesh flesh, duhet flesh. S'kemi ç'bën. S'kemi ç'bën. Nga halli. Geri, ty të kemi dhe profesor. Patjetër. Profesor Double G. Ti mëson fëmijët lidhe me fotografin. Kisha një pyetje specifike, me që ky brezi tani është rritur me teknologjinë, nuk i njeh ato aparatet analoge, quheshin dikur, po, me filma që i merrnim kështu i shihnim në dritë. Edhe i digjnim më shumë. Edhe vinte shpulla, po, nga brava ikën kujtimet e familjes. Po. Këto janë rritur ndryshe. Si e shikon ti perceptimin ose bot kuptimin lidhe me fotografin? A janë njësoj, a mund të realizojnë të rinjt tani që janë rritur ndryshe nga ne, të njëjtën foto ose të njëjtin plan artistik? Munden, patjetër që munden, por do të thoya raporti i atyre që unë kam vënë re që janë të interesuar të japin diçka nga vetja për të realizuar një ide të tyre, pra jo thjesht ta marrin shablon nga interneti, por aktualisht të gjenë një fotoreferencë që është e ngjashme me idenë e tyre,
të implementojnë një element, qoftë lëvizje, qoftë pozicioni, qoftë një props, një objekt brenda, për ta bërë paksa më interesante foton. Pra një gjë nga vetja e tyre është shumë e vogël si përqindje. Pra do të thoja vetëm 1 në 20 mbase e ka këtë lloj aftësie që është shumë e vogël, pra jo se të tjerat nuk mund ta bëjnë, po do t'i duhet 10 herë më shumë punë për të patur të njëjtin rezultat. Në ditët e sotme unë mendoj se nga informacioni i tepruar që gjendet në internet është nga stili i jetesës. Edhe stili i jetesës që bëjmë që është shumë i vrullshëm, por sidomos sasia e tepërt të informacionit mendoj se ndikon në anë negative tek të rinjt. Është ndër me një. Pra, jo shumica e të rive nuk dalin për te kornizave që po nuk po flas vetëm për fotografinë, po flas në mënyrën e të menduarit. Do thënë dhe ne na thoshin më përpara mendoj çik jashtë kornizës, po ne e gjenim një zgjidhje. Sot as nuk mundohen ta gjejnë zgjidhjen. Shkojnë te çati ose te çimi, them unë. Edhe i thon çimi si zgjidhet kjo, tak çimi përgjigjen. Çimi e kemi thënë dhe kemi stërthën, unë ja u lejoj studentëve të përdorin ChatGPT-n ose çimin. Si të duan. Por ato që e përdorin si motor kërkimi për të pyetur një informacion që ata e kanë në mendje është 1 në 20. Është shumë e ulët. Edhe është për të ardhur keq që me gjithë të sasi informacioni që ti ke, ti nuk kanalizon dot një iden tënde. Ne në kohën tonë kërkonim faqet e 30-a në Google. Sot, jo që s'hapet më Google-i se shkoj direkt te ChatGPT-ja, por edhe informacionet që të jep AI, mos them 50% të rasteve janë të gabuara. Sepse AI të jep zgjidhjen që ti do, jo zgjidhjen që duhet. Janë gjëra totalisht të gabuara. Sidomos në zhanrin artistik flasim. Deri para një viti AI nuk gjeneronte dot gishtat e njerëzve, sot po jep mend se si ti drejtosh jetën tënde. Pra. Me që jemi këtu, si do ndikoj kjo AI-ja mendon ti në fushën tënde? A do arri që të realizoj me që tani po dalin shumë programe softe pafund për editime, për realizime fotosh? A mund të arrihet në të njëjtin nivel me kreativitetin njerëzor? Jo, si fotograf? Asnjëherë nuk mundesh. Së pari është faktori njeri. Njeriu ka bërë AI, njeriu ka bërë fotografinë, njeriu ka bërë pikturën. Pra, e para doli piktura, nuk është se kur doli fotografia, piktorët ngelën pa punë. Nuk është se doli AI dhe fotografët dolën pa punë bashkë me piktorët. E dyta është po faktori njeri, por tashmë do të flasim nga ana e klientit, që shumica e klientëve nuk dinë se çfarë duan. Lër më njan ta gjenerojnë me AI. Klientët që janë të edukuar e gjenerojnë me AI, po e dinë limitin e tyre deri ku gjeneron AI. Edhe ka një target group të caktuar personash për të cilën po e targetojnë me këtë gjenerim AI. Më pas, unë them që është pjesa e adaptimit, që ne duhet të përshtatemi, me të vërtet është teknologji e re, kryen shumë punë, me patjetër, nuk diskutohet. Një foto që unë editoja më përpara më dohet 3-4 orë, sot me AI, me këto manovrat e vogla, korektimet, sot i bën për 10 minuta. Që është një shkurtim të mase, është mjet në favorin tonë. Edhe kur është i aksesueshëm, pse jo? Ama metoda e përdorimit gjithmonë varet nga fotografi në fotograf. Edhe mendoj se gjithmonë duhet përcaktuar fakti që është faktori njeri që po e drejton këtë lloj seti, është ky faktori njeri që po jep këtë lloj emocioni, është faktori njeri që po vendos çfarë duhet hiqet dhe çfarë duhet bëhet. AI çfarë ti thuash bën, po se di tek këtu brenda se çfarë do të bësh, nuk e bën dot. Edhe pa përmend faktin që jo çdo gjë mund ta bësh me AI. Po të fusësh skena komplekse që ti në fotografi i bën shumë thjesht, AI nuk ta gjeneron dot. AI po, ti jepi një referencë kinematike, thu shiko këtë skenën në këtë filmin ose i çon screenshotin dhe ma bëj këtë foton të ngjashme. Nëse keni parë atë trendin në Instagram ku janë 1000 prompte, janë bërë për të njëjtën foto, pas çdo gjenerimi jepte të njëjtin prompt dhe çdo prompt do ishte ndryshe, pra gjeneronte një imazh ndryshe. Do thotë AI 2 herë nuk e gjeneron dot të njëjtën foto, gjë që është një problem. Ndërsa ti si fotograf profesionist, një set nuk e realizon dot 100%, por i shkon 90-95% afër. Pra, asaj që klienti po kërkon. Me AI do t'i biesh 25 herë, po doli një herë. Pa përmend faktin që pastaj hyn ato limite editore të AI që të paguash më shumë etj, që janë pjesë tjetër, jo e këtij diskutimi.
Kështu që Geri është i qetë nga kjo anë. Gjithmonë kam qenë i qetë. Ne përshtatemi, pra na është dhënë një mjet lufte, më përdorim. S'ka asnjë gjë të gabuar. Por të përdorësh një mjet lufte aty ku s'duhet, është e gabuar. Sikurse është përdorimi i AI-t në çfarë do lloj fushë të mundshme që ka hequr këtë të menduarit në mënyrë kritike. Pra, shkolla me të vërtet marr rastin e studentëve, që studentët zgjidhin detyrat me ChatGPT, me AI të ndryshëm dhe thjesht marrin rezultatin. Unë mendoj se qëllimi i shkollës nuk është realisht në të zgjidhurit ato ushtrimeve, por mendoj se është të menduarit se si ti do të shkosh për të zgjedhur këtë ushtrim. Pra duhet më shumë esenca logjike e të bërit të një gjëje se sa pjesa e të zhvilloj anën logjike dhe analitike të sakt. problemit. Sepse në fundit në jetë kur të rriten më vonë do të hasin probleme, jeta nuk është fushë me lule, edhe sikur të ishte do të pengonin lulet. Çfarë do bësh? Do rrafshosh gjithë fushën? Pra, do shtrihesh me lule. Do shtrihesh me lule. Edhe. Marri me lulim. Ti ke zhvilluar një pasion tjetër. Shumë pasion. Se rikthehesh te ai i pari. Ke kryer studimet për karakter design edhe tash e kthyer te printimi i karaktereve. 3D. 3D. Sakt. Pa na fol një herë për këtë tash si po të ecën, pse ju riktheve kësaj? Tani, kjo deri tani është Më duket se gënjeu deri tash që është kështu i qetë nga ndikimi i AI-s. Edhe ju fut kësaj. Madje në 3D AI është akoma më idiot se sa në fushat e tjera. Do thënë kanë dalë disa programe që të gjenerojnë figura 3D. Se jam kurioze tash më tregon çik idiotësinë. Çfarë do lloj komenti të qartë, të saktë ti japësh ti, gjeneron një gjë që s'ka lidhje me atë që ti ke kërkuar. Ti po të thash kështu, pse më bëre kështu? Edhe ty ndërkohë të hikin ato pikët e gjenerimit të Geri thot bëj kenin, ai bë ulkun. Është totalisht idiot, nuk është as pak në nivele që ti të gjenerosh diçka profesionale me një prompt, po flasim me një prompt prej një togësh fjalësh prej 500 fjalë, nuk është pak. Është goxha për të gjeneruar një imazh apo goxha informacion të detajuar. Dhe jo informacion të gjeneruar, pra jo të kërkoj një AI të bëj një skript për AI, po një informacion që ti e ke përshkruar nga mendja jote me detaje, me planet si e shikon ti, si e don ti detajin, hiç. Del një gjë aty që s'ka lidhje, që edhe skulptor 3D t'jesh, duhet të hysh me dorë nga fillimi që ta bësh siç duhet. Pra është akoma shumë larg, jemi akoma në hapat e para të gjenerimit të 3D-s për sa i përket personazheve. Çfarë bëj unë është Geri bën kuaj me çizme meksikane. Nuk i sheh filmat shqiptare dhe nuk e di si shprehje, po të tjerët që e din, me qeshkë. Të tjerët që e din do qeshin. Por më pëlqen shumë fakti të printuarit 3D me rezinë për shkak të nivelit të detajeve të lartë që rezina ofron. Procedura është pak komplekse, rezina është toksike, pra kam të gjitha mjetet e duhura për ta bërë procesin sa më të sigurt për veten dhe për ambientin patjetër. Si shumica e din, duke qenë e din, në sensin sa po e thash, po rezina është toksike, nuk mund të hidhet në lavaman, nuk mund të hidhet në tualet. Rezina duhet tharë në reze ultraviolet dhe më pas bëhet plastik, si plastika më saktë, edhe pastaj mund ta hedhësh në kosh të plera. Pra asnjëherë nuk hidhet rezina e lëngshme, e një sepse i gryen materialet e tjera, dhe dy në prekje është shumë toksike, pra është shumë e keqe. Faleminderit që na dheve këtë informacion. Yes. Por është rezina e sigurt pasi kurohet, pra pasi piqet, patjetër që po. Sigurisht të gjitha rezinat kur janë në formën e tyre të ngurtë janë si plastika, pra janë shumë të sigurta. 90% e gjërave që ne përdorim në jetën reale janë plastik, fatkeqësisht. Po, ne jemi vetë plastik. Një pjesë jona është. Sa ka shkuar përqindja nga analizat që ishin, po gjithë kishin përbërë plastik. Patjetër, nga ato që ham, shumica e gjërave. Ç'të bëjmë, është pjesë e përditshmërisë. Por në të përgjithshmen, për shkak të cilësisë detajeve, siç thash, më pëlqen shumë pjesa e rezinës, pavarësisht problematikave dhe aksesueshmërisë së rezinës në Shqipëri. Rezinën nuk e transportojmë dot me avion,
duhet vetëm me rrugë toksore për shkak të toksicitetit që ka, çështje sigurisë. Edhe këtu ke nes të çmimet janë katastrofë. Pra një gjë që ti në Europë e gjen me 10 euro, këtu bën 50. Është totalisht. Është e vështirë të realizosh një produkt që ketë një kostot që dikush në Shqipëri të mund të ta blej. Sepse unë mund të marr një produkt, një diorama e quajmë në një figurë komplekse me 3-4 personazhe, 50 cm e madhe, unë duhet të harxoj 5 litra rezinë. Po flas. Për ta bërë këtë gjë të bukur. Një figurë madhështore që ti e vën atë në raft dhe sa e shikon thu wow, sa e bukur, të personazhet tënd të preferuar. Por 5 litra rezinë kosto për mua. Kemi një kështu figurë madhështore më duket. Kjo është e votë. Eksperimentet e para të Gerit. Eksperimentet e para. Pra, ky është Mr. Chief i bërë në rezinë. Po. Tani ky hyn tek kategoritë e vogla që harxhon pak rezinë. Pra ky mund të harxhoj le të themi mbase më pak se 200 ml rezinë, më pak. Por çfarë është e rëndësishme është sa orë punë harxhon ti për ta bërë këtë? Për ta bërë këtë. Imagjinoj një më të madhe, po flasim për këtë që është. Atëherë 75 mm bëhet për pothuajse 7 deri në 8 orë printimi. Ndërsa sa më e madhe, pra 15 shkon diku ka 9 deri në 10 orë në varësi të kompleksitetit dhe gjatësisë modelit. Dhe pastaj ka që shkon edhe deri në maksimumi që kam bërë ka qenë 12 orë për 50 nanometra shtresa. Pra, kjo printohet me shtresa dhe çdo shtresë ka 50 nanometra distancë nga njëra tjetra. Pra piqet me shtresa. Ndërkohë, nëse unë e dua akoma më të detajuar, unë rris numrin e shtresave duke ulur distancën e shtresave. Pra që në 30 mikron. Është një analogji si me pikselat sa më të ngjeshur dhe sa më të ngjeshur, shumë e saktë. Por kjo lodh printerin, vonon më shumë sepse janë më shumë shtresa për të printuar edhe shkon deri në 24 orë, 48 orë printimi. Që s'duhet të ikin dritat, se ne jemi në Shqipëri dhe na ikin dritat çdo 2-3 ditë nga 10 minuta. Shqyr që OPS-i s'ka ram edhe. Mos mundemi ta blejmë më. Nuk rrezikojmë rritje çmimesh atë. Por që është një përpos dizenjimit, figurat e tilla ne i gjejmë tek artistët të cilët i shesin figurat që janë bërë skulptura, shesin fajlet. Po çfarë futi nga veti aty? Editon në një detaj në Jo. Fatkeqësisht të qenë me qef e kam mësuar pak ditë bëj 2-3 gjëra të vogla në skulpturë digjitale, por asgjë komplekse. Pra, unë ditë ndryshoj një teksturë, ditë ndryshoj një detaj, një muskull ta bëj më të madh, më të vogël, një armë ta zjas pak më shumë. Pra gjëra bazike, por të modeloj nga fillimi në fund nuk e bëj dot. Pra, është profesion më vete, quhet digital sculptor, pra skulptor digital që bën skulptura digjitale në kompjuter. Po pse të lindi kjo shkëndija s'ma the? Në fakt gjithmonë e kam patur qef për të patur sa më shumë figurina në raftet e mia. E di se ke raftin aty plot. Kam plot, dikur i bleja, sepse i bleja se i kam qef. Ndërsa tani i bëj, por përpos faktit se i bëj edhe një ngjyros, i pikturoj sipër. E pse se solle një ngjyrosur sot? E harrova. Jo, sepse i kam shitur. Edhe ato që shita dolën vërtet shumë lezetshëm. Do të thënë, edhe pikturën e kam patur qef, por kur e bën figurinën me dorën tënde, pra që e pikturon dhe gjyrat dalin eksaktësisht siç duhet të ishin, thua wow, unë e bëra këtë, pra dhe ishte një ndjesi shumë e këndshme. Si operon ti tash në rast se unë dua një personazh të caktuar? Ti më thua, kontaktoj dhe të them që dua fiks këtë me këtë përmasa. Dua këtë personazh, ne shikojmë cilat variante mund të realizojmë, do një variant të thjeshtë si puna këtij që personazhi thjesht qëndron, do një variant që ka një background, do një variant me 2-3 personazhe, normalisht në varësi të madhësisë numrit personazheve. Sa e ke limitin e madhësisë apo nuk e limit? Nuk ka limit sepse në printim 3D ti printon me pjesë. Pra, ky mund printohet i gjithi në një pllak, por printimet më të mëdha ndahen me pjesë. Si
Lego. Si Lego. Është eksaktësisht e njëjta gjë, si Lego. Dhe Sa kohë duhet presun? koha e pritjes në varësi të Varet nga përmasave. Po. Në varësi të përmasave. Varet. Zakonisht një figurë prej 35-40 cm vonon deri në 2-3 ditë për tu printuar. Se që më lindi një kështu ide idiote ndoshta tash. Po në rast se të shoh ndonjëri ndonjë foto të vetën ose ku dëgjon të ndonjë personi e realizon? Jo, nuk e realizoj dot, sepse ajo kërkon që ti të kesh aftësinë në të bërit të skulpturave 3D. Gjë që unë nuk e ofroj. Pra, nuk di ta bëj, më saktë. Por nëse personi ka buxhet, në rreth 1500 euro kushton një skulpturë digjitale të bërë nga mjeshtrat, ta bën identik si ti. Pastaj unë marr përsipër pjesën e printimit, por ndërkohë mund edhe të Pra, kush e adhuron veten edhe don formë skulpture, duhet të investoj. Ose të ishi këmbemi i pakur ram 64 që jemi projekte. Ose le të shihet në pasqyrë edhe të mjaftoj thaqin. Shumë profil interesant. Edhe mu më pëlqejnë shumë të. Dhe së fundmi sot në fakt më erdhi dhe printeri me filament. Printeri me fije ose me plastik. Edhe atë do ta mësoj si ta përdor se akoma është në qese. Në tani në që flasim është në qese. Po mirë, kur ta hapësh nga qesja e të eksperimentosh? Po, pastaj kemi fol me Albanin dhe provojmë me bota kasa, ca gjona për kompjutrat. Shumë të lezetshme. Kur t'i bënim, më njoftoni se njoh njërin unë Gerin, që filmon edhe t'i komentojmë. Ide e bukur. Ore, se pyesin njerëzit, ku i gjen gjithë ato lek Geri që bën gjithë ato udhime? Kjo është tematika tjetër. Se shumë udhime bën ti çun, pa na jep çik llogarit tani. Njerëzit që ishin të vëmendshëm në fillim të intervistës ti the që Geri punon 12 orë deri në 18 orë së fundit dhe kjo është arsyeja pse unë. Që duhet shihni episodin e plot. Për ta kuptuar. Që ta kuptuar ku i gjen Geri kaq shumë lek që bën kaq shumë udhime. Dhe Geri menaxhon 4 profile, pra kam klient, bashkëpunime me agjenci, klientët e mi, bëj printerin 3D, jap mësim, pra bëj një mëri gjërash që si justifikohet, të cilat më japin mjaft të ardhura. Pra nuk është se jam i pasur, por jetoj mirë. Mendoj se jam më mirë se sa bashkëmoshatarët e mi. Pa tash mos jesh edhe kur punon 20 orë ç'kuptim ka pastaj po. Na demoralizon po tash gjok. Shiko, qepe është, pastaj është dhe një gjë, kur Zoti t'i jep gjitha, shfrytëzoje sa ke mundësinë. Mos ta bëjmë se ai personi i mbytur që Zoti i çoi varkën 3 herë, ajo duhet më shpëtoj Zoti. Çu pa pastaj. Mirë, tash na tregoj eksperiencat e këndshme që ke pas në udhime, se këtë kuriozitetin se ku i gjen kaq lek nuk na e tha përgjigje evazive, vazhdo. Për gjithë ata që janë kurioz, për cilin udhim. Ja, për cilin udhim ishin çdo status që t'jetë, ku i gjen lekët ky që ka shku këto kësaj radhe. Po nas nuk kanë ku i marrin vesh njerëzit. E marrin vesh se i thonë nuk ka xhirime se jam në udhim. Do dej. Eksperiencat. Për mua çdo vend ka ato të mirat dhe të këqijat e veta. Edhe sa të kanë ndikuar këto në formimin profesional, edhe aparatin a e merr me vete apo jo? Aparatin pothuajse çdo herë marr me vete, përveç vendeve që vizitoj për të dytën ose për të tretën herë. Do thënë marr rastin. Jo vetëm që ka shtitur gjithë botën njerë, po. Është e dyta dhe e treta për gjithë ju që jeni kurioz. Italinë e kam bërë si shtëpi të dytë. Dhe çdo muaj pothuajse ikin në Itali. Në Vjenë kam qenë mbi 6 herë. Është më mirë që t'ja ueshim kuriozitetin njerëzve se sa të çojnë mesazhe, kështu që edhe komente, kështu që vazhdo. Prap në Vjenë pavarësisht gjithave unë gjithmonë e marr aparatin me vete. Gjithmonë ka diçka të re për të parë. Është një qytet gjigant, shumë i bukur. Ku ke bërë foto më të bukura? Në vendet që ti ke shtitur. Japoni. Është klishe, se është bërë trendi fundit, kjo gjithë vetëm edhin kështu rille foto, jam Japoni. Nuk është fakti që jeni në Japoni, është fakti se si gjithë ato ndërtesa apo objekte mira veçare
janë të ndërtuara aq bukur nga ana arkitekturore, saqë ti mjafton të nxjerrësh telefonin, jo kamerën, po flas telefonin dhe del bukur. Pra, në perëndim ti shef mrekulli me sy. Dhe thua si ka mundësi. Ka mundësi sepse ato i kanë bërë vite më përpara ato që ne sot e kësaj dite sa rrit ta bëjmë. Ne kemi kulla më por. Kemi kulla me fytyra Ne kemi kullat personalizuara ti lodhesh me atë gjë bazike aty. Edhe japonezi që ndërton tempujt atje me imi shkallë. Po. Lodhet kot. Atje ke bërë fotot më. Atje mendoj, atje edhe në Kore. Edhe në Kore, në Seul, kanë bërë foto goxha interesante, shumë të bukura, të paktën në preferencat e mia. Por si Japonia, domethënë në Japoni unë kam bërë realisht shumë pak foto, sepse në çdo vend që shkoja isha wow. Dhe vetëm domethënë doja ta shijoja atë momentin saqë të bërit foto vinte në plan të dytë. Edhe kur pash sepse e kemi harruar atë kënaqësinë tash të gjërave, ti përjeton një herë vet, po thjesht marrim aparatin edhe bën foto. Dhe pastaj e kupton që ka kaluar momenti dhe ato foto me shumë mundësi o fshihen o nuk i shef kur. Edhe momenti ka kaluar edhe nuk e shijuar gjë. Ndërkohë unë preferoj gjithmonë e kam pas, domethënë dhe përpara se të merrja kamerën, gjithmonë do ta shijoja një herë momentin dhe pastaj vinte pjesa e të fotografuarit apo të bërit dhe vazhdoj ta kem. Në rrallë herë nxjerr aparatin, bëj foto para, pa e studiuar mirë, pa e memorizuar skenën, pastaj vjen pjesa e aparatit. Domethënë një për faktin se e kam profesion dhe mund ta bëj prap foton, por më jep më shumë kënaqësi ta shijoj momentin sesa aktualisht të bëj foton. Gjithë të foto që ke bërë ti bukura edhe si ke postuar në asnjë vend. Kur është postimi i fundit në Instagram 2023. Unë vetëm tash që është podcast e përdor Instagramin. Ke bërë në plan që ti postosh diku apo ta hapësh një? Kjo është si puna saj të videos me kompjuterin tim. Po. Fix. Geri ka bërë një video rreth 2 orë në detajt montimit edhe modifikimit kompjuterit vet, që e ka quajtur dhe Aurora për më tepër edhe s'është postuar kurrë. S'është bërë kurrë. Po se tash që shiten më kompjutra se s'ka më pjesë. Do bëjmë çik video në Aurorës dhe ta kujtojmë. Megjithëse do bëhet Aurora 2.0 tash së shpejti. Por që e kam menduar t'i postoj, por nuk më pëlqen t'i postoj fotot bruto. Gjithmonë dua të ketë një editim që është në stilin tim, domethënë. Po pse jo, je kundra kësaj? Jo, nuk jam kundër. Në momentin që ti kap një foto, ajo ka përcjellur dritën e vet, jam dakord, por planin, gjendjen që ke qenë ti me gjumë pa gjumë i lodhur. Nuk je për këto fotot bruto? Unë nuk editoj fotot e mia në mënyrë jo profesionale të thonurit për të korrektuar çdo gjë që duket perfekte. Unë korrektoj ose rregulloj, editoj pjesën e dritës. Mua më intereson më shumë drita. Kur është më errët, kur nuk është balanca e dritës me hijen. Pra janë gjëra që nuk e alternojnë imazhin, pra nuk e bëjnë tjetër për tjetër. Nuk është të ndryshoj background-et, çdo gjëra që nuk janë aty. Thjesht rregulloj dritën dhe ngjyrat. Pra në një moment për shembull mund të jetë më e kuqe se ç'duhet. Ti e di që ngjyra e lëkurës ka patjetër të kuqe, portokalli, në flasim në nuancat e ngjyrave digjitale, pra të RGB-s, të verdh, edhe ti ato do t'i neutralizosh që të marrësh një skin tone më natyral. Por nuk do të thotë që unë do ta lë të kuqe sepse thjesht i ka rënë dielli e ka përvluar tek fytyra. Pra janë gjëra të cilat janë reale, thjesht nuk do doja që të ishte ashtu në atë moment, sepse momenti është shumë i bukur. Po kështu është dhe me fotot që kam unë. Unë editoj shumë pak, por nga që kam shumë, kur hap atë arkivën, them ditë tjetër. Shpresojmë që mos prishet ajo arkiva se Po. E të mërshme. Janë plot 7 tera foto deri tash, foto dhe video. E imagjino sa material ke për të postuar. Jo të gjitha janë për të postuar, po mirë. Si ja bën me këto surprizat, ka ndodhur ndonjëherë të kesh fshirë në një
filmim të klientit në një punë të rëndësishme. Më ka ndodhur që më është djegur karta me filmimet brenda, pa i hedhur unë materialet, sepse një neglizhova, domethënë unë zakonisht mbaroj shooting, shkoj në shtëpi, hedh fotot, videot, whatever çfarë do të jenë. Edhe thjesht kur e futa te kompjuter, karta format. What? Fus në aparat, corrupted. Çfarë bëj? Shkova xhirova prap për s'dyti. Me kostot e tua kësaj Me radhe. kostot e mia patjetër, as nuk diskutohet. Mhm. Por klienti më mirë kuptoi gjëra që ndodhin, Gjëra që ndodhin. po më ka ndodhur vetëm një herë. Domethënë që Prandaj ti nuk merr pjesë në dasma, se dasma s'përsëritet prap. S'mund të thosh klientit martohu prap se iku karta, ju karta. ndala shëndet. Më ke shprehur një herë një dëshirë ti për të ardhmen e largët që do të hapësh një stre për kafshët. Gjithmonë ka qenë një ndër objektivat e Pse mia. e ke këtë? Unë vetë kam kafshë, kam një qen, husky. Edhe mendoj se dashuri të pakushtuar kafshët ta japin. Tek njerëzit gjithmonë është çështja e interesit mes hiq familjen, patjetër. Po deri diku është çështja e interesit, sido që të jetë. Qoftë interes material, emocional, nuk është thjesht interesi, ajo fjala e rëndom që ne gjejmë. Mund të jetë interesi përbashkët që rëndësi e ka, por kafsha është pra emocion, të jep atë emocionin bruto. Emocionin, si e thonë, shqip, sade, pra të paturit Më të pastër, më të pastër, po. pa Edhe ego. pa ego, Jep një absolutisht. dashuri pa ego. Një dashuri pa ego. Gjë që ti e reciprokon, pra e kthen në po të njëjtën mënyrë te kafsha. Ne shikojmë lëlë gjëra ditë për ditë në rrjetet sociale fatkeqësisht me keq trajtime të kafshëve, edhe nuk e mbaj mend ku e lexova një kuriozitet, më duket se ishte Hollanda, ki zgjidhur çështjen e kafshëve të pastreha që janë në rrugë, duke hapur pra hapësira ku mund të qëndrojnë qent, macet apo kafshë të tjera, edhe duke incentivuar, pra duke vërë gjoba mbi qytetarët shumë të rënda për ato që i braktisin kafshët. Gjë që këtu ke ne është pothuajse jo ekzistente. Jo që nuk ekzistojnë, po këtu ke ne dhe i vrasin kafshët. Po. Gjë që është akoma më keq. Dhe gjithmonë kam patur dëshirën që nëse kam të ardhura mjaftueshëm, të bëj edhe diçka shtesë. Do të thënë është një gjë që nuk sjell fitim, nuk dua të kem fitim te kjo pjesë, është një gjë që thjesht dua të investoj për të mirën, të thoja e të gjithëve, por të mirën e kafshëve. Se për njerëzit jam pak më strikt në këtë, po për kafshët më dhimbsen shumë. Nuk e di nëse është çështje emocionale apo çështje logjike, nuk e ndaj dot. Po mendoj se janë të lidhura bashkë. Por do të thojë që gjithmonë e kam patur që i vogël që kur kam pasur macet, unë kam pasur 7 mace në shtëpi. E i ushqenim të gjitha, madje i kisha vënë dhe emra të çuditshëm. Na thuaj një Isha emër që- çuditshëm. Kam patur qorrin, kishte një sy ndryshe, pra ishte Shi edhe thoti dua kafshët, bullizëm. vëllit. Ama ai flente të kokaime. A mirë. Kisha Hitlerin, kishte një mustaqe këtu, ishte komplet i bardhë dhe një mustaqe vetëm këtu me një pull zezë të E sipër. kemi dhe ne ja 2 Hitler atje në lagje. Pastaj kisha 3 hienat, Po ato pse? ato sa ti prekshe? Po pa i bërë asgjë. Shumë të lezetshme. Pastaj ishte daci zi, që ishte komplet i zi. Ne i thoshim daci zi. Më pas kemi pas tushin, ishte një tushi? mace si tigër, pra kishte disa vija mbi kurriz. Pastaj kemi patur dhe mace të tjera, të cilat ne i morëm, i gjetëm në rrugë më saktë, Po, asnjë i nga macet adoptuan. nuk i kemi bler, pra të gjitha janë të marra nga rruga ose të adoptuara, dhe i kemi mbajtur në shtëpi. Po kush ndonjë të tjerat i ikën u larguan dhe nuk i gjetëm më. Zgjodhen fatin e. Zgjodhën fatin e tyre. Po të paktën i mbajtëm me të gjitha të mirat. Dhe ai tani së fundmi që kemi qenin, ajo shpreha jeto si qen, nuk është e vlefshme, është fat. Është vërtet është fat. Hapi rri ngrofet përpara ngrosës. Kondicioneri ndes gjithë ditë.
Nga njerë futet dhe të kompjutri, Po, aty ngrof të kompjuterit tim vllai, aty shko. Se e lëshon se të vjen Gjoeni gjithkohë se si kompjutrin me qimet. Edhe një ndër arsyet pra pse unë do doja ta kisha këtë është thjesht të jap diçka nga vetja për të bërë një më të mirë, një gjë të mirë. Pas një qëllim tjetër, thjesht dua që nëse mund të ndihmoj, të ndihmoj. Nëse s'mundem, fatkeqësisht do jemi në këto kushte ku her pas here bëj ndonjë donacion të vogël, jo ndonjë gjë të madhe, por Ndihmojmë aq sa mundem. aq sa mundemi. Kur nxjerrë ndonjë link për të dhënë ndonjë kafsh, për ndihmuar ndonjë kafshë etj. Aq sa mundemi e bëjmë. Çfarë s'mundemi pastaj, jemi në kushtet e mbijetesës, si them unë, se Po gjithmonë qëllimi dhe vepra e mirë vlen, sado e madhe apo e vogël quhet. e marrim një përpjekje, domethënë më vjen shumë më mbar të ndihmoj kafshët se sa të ndihmoj njerëzit. Njerëzit janë më kafshë se vetë kafshët. Më thojnë sa. Faleminderit. Ja ma hoqe me këtë kompliment që bëre në fund, ma hoqe atë vazhdimsinë e mendimit. Me që fati të la këtu në Shqipëri, dhe nisëm që jetej që në fillim. A ndihesh i kënaqur ti në Shqipëri, apo shpërblehesh aq sa që po punon? E thënë traçio. Nuk mendoj se Sa i prersh. se po shpërblehem aq sa duhet. Nga ana monetare thua apo? Emocionale. Mhm. Jo monetare. Monetare po bëj mjaftueshëm, Mhm. po edhe kjo deri diku nuk vlerësohet aq sa duhet, për faktin se nëse shikon dikoj që po bën më shumë se një punë, do të thotë që nuk mjafton. Mhm. Kjo do të thotë që në standard jetese në Shqipëri nuk jemi mirë. Nuk e di si jetojnë tjerët, se kam kolegë të mi që thonë me 500 euro çfarë bën. Pa përmend do hash, do pish, ke shpenzime mujore, ndonjë problem, ndonjë hall, pra çdo gjë është me kosto. Mos të hym problemeve me shëndetin etj, pastaj papriturave. Pjesa emocionale e të qenë në Shqipëri është shumë e lodhshme, sepse je gjatë gjithë kohës on the run, pra në të vrapuar. Je gjatë gjithë kohës ndiq një gjë, bëj diçka tjetër, nxjerr diçka, si thon, ne jemi mësuar me atë idenë të nxjerrit lekun nga dheu, po nuk është vetëm leku, se mbas atij leku vjen ajo lodhja emocionale. Vjen ajo pastaj që thua X nuk e du më lekun, thjesht du trikot, nuk e du më. Dua të jemi qetë. Dua të jemi qetë. Mua shpeshherë më vjen kjo, nuk du më punë. Stop. S'marr punë, një muaj rresht të bëj pushim. Ikin japonikës. Qetësoj më. Por në Shqipëri nuk vlerësohemi, qoftë nga ana emocionale, pra njerëzit rrallë herë thonë një fjalë të mirë, shumicën e herëve janë komente Arrogante dhe sigur ja ke përbërë gjithë sikur po i bën punën, por çëndsi ka, bëhet e lodhshme. Nuk është se është ndonjë wow të merr, po bëhet e lodhshme, nuk je i qetë. Edhe kjo të lodh më shumë se sa pjesa monetare. Pjesa monetare ka të vetën, por nuk mendoj se po shkove jashtë do jesh më mirë. Nëse nuk ikën me profesion, do përfundosh të la pjatat, do përfundosh kamarier, banakier, çfarëdo lloj gjë që të gjesh. Gjë që nuk është e thjeshtë. Ne kam bërë dikur, nuk do ta bëja kurrë më, po ka njerëz që mund ta bëjnë. Zgjedhjet të shpërblimin emocional e ke mangësi, po flasim vetëm në marrëdhënie pune. Vetëm në marrëdhënie pune. Jo vetëm, më thënë drejtën, është lodhja emocionale, është edhe kur ti zgjohesh mëngjes dhe dëgjon burit e makinës që çajnë veshët. Ke kafshët që ulërasin natën poshtë dritares, i bin buris, ora 2 e natës. Të gjitha problemet që i kemi përmendur në episodet. Janë të gjitha gjëra shumë të vërteta dhe të lodhin. Më thënë, imagjino ti të zgjohesh në orën 6 me ambulancën që kalon, tash është spitali aty, po dakord, ke ndërtuar një kompleks të ri që presupozohet mos dëgjohesh zhurmat e jashtme, jo të dëgjosh ambulancën sikur e ke në shtëpi. Pra, është e lodhshme. Është e lodhshme. Pra, gjithë kjo qetësia që në çfarëdo lloj vendi evropian ti të shkosh, nuk e ke atë zhurmë. Domethënë, ajo zhurma është stres. Është stres për dikoj që nuk është i ambientuar. Është një stres i shkaktuar nga ambienti. Pra, nga ambienti dhe është i sforcuar. Është i sforcuar, me patjetër. Dhe kjo gjë nuk më pëlqen, me thënë drejtën. Sa herë iki jashtë, gjëja e parë që unë bie sikur çlirohem nga, pra kjo
trysnia e të patur zhurma rreth e përqark. Unë në shtëpinë time, kur dua të studioj, çdo gjë është qetësi absolute. Pra, kur dua të fokusohem, çdo gjë duhet të jetë qetësi. Nuk dua 1001 zhurma që të më tërheqin vëmendjen. Ne jemi të ngarkuar me punë, me jetesën e përditshme, edhe gjëra që na tërheqin vëmendjen kot, siç janë zhurmat, makinat, njerëzit e paduruar, etj. Pra, nuk është vetëm një faktor, me janë shumë, se mbi këto zhurmat ke pastaj mos të hy gjëre gjatë, po sistemin shëndetësor, që ti me bërë një vizitë në shtet duhet presësh 2 muaj sa dali, po doli. Ke patjetër që do japësh lek, po shkove në shtet se nuk shef njëri me sy. Ke problematikat e shkollës që këtu shkollën e bëjnë për të dhënë mend, jo për të mësuar studentët. Ke stresin e notave që notat janë kriter e vlerësimi, jo kriteri dijes. Pra ka shumë problematika të cilat nuk shkojnë dhe nuk të bëjnë ty të ndihesh i qetë në Shqipëri. Ke një problem, shkon në gjykat, kush e fiton gjyqin? Sa një gjyqtar e hoqën, një tjetër e arrestuan, tjetër të shkuan për vetting. Çdo institucion në Shqipëri ka, thoj një institucion që nuk e ka kap spaku për të investiguar, pra shikon në çfarë kaosi po jetojmë. Ne jemi mësuar me këtë kaos në Shqipëri. Nuk na bën përshtypje, shumica e njerëzve janë Ne kur shkojmë jashtë madje na mungon. Kur kalon dita tretë. Kur kalon dita tretë, ma në veni. Po patjetër. Kjo është arsyeja pse ne shkojmë me pushime 2-3 ditë sa më ush. Sa më heq me ul nivel stres. Po nejse në gjithë të zeza që përmende se na futet stresin duke i rreshtuar tash. Është dhe ora vonë. Dhe flem gjumra. Prap vendose që të jetosh këtu. Je okay me këtë? Edhe jam edhe s'jam. Më thënë, jam mirënjohës që kam çdo gjë që më duhet, më saktë që më nevojitet, jo që më duhet. Jam mirënjohës që kam shëndetin rrethuar, me gjithë të ngarkesë që kam, që bëj dhe përpiqem të mbaj. Shqyr Zotit, më ka ecur çdo gjë mirë deri më tani. Por do doja që të kisha edhe këto elementet që ti i quajte 1001 të zeza, të ishin të bardha. Nëse këto do të ishin Shqipëria, do të ishte Zvicër dhe më lart akoma. Por njerëzit bëjnë njerëzit, kështu që është një gjë që ne përpiqemi ta rregullojmë aq sa mundemi në nivel personal. Pastaj në nivel shoqëror është pak sa më vështirë se nuk ndikohet masa nga një individ, janë të paktë individët që mund të ndikojnë te masa. Te njëri tjetrit paktën. Te njëri tjetrit, patjetër. Edhe kështu zhvillohet rrezë te jemi tek. Këtë gjithmonë ne jemi përpjekur ta bëjmë si unë dhe si ti. Çështja është që si unë dhe si ti nuk janë shumë. Kështu që ku flas si unë si ti, si shikuesi që na ndjekin, apo persona të tjerë që kanë qëllime të mira për ta përmirësuar këtë vend. Nuk kam dashur që kur u ktheva nga Italia, nuk kam dashur të ikin në mënyrë permanente nga Shqipëria. Pra, gjithmonë kam menduar se mund të bëhet më mirë. Por është ajo pyetja, a do bëhet Shqipëria? E mundet, po jo sa jam unë gjallë. Pra, është ajo shpreha. Nuk e shikoj Shqipërinë të bëhet siç duhet brenda një harku kohor shumë të shkurtër, që ne mund ta shikojmë. Problematikat këtu janë të shumta. Nuk po e hyj sepse është çështje tjetër, por gjithë e dim ku jetojmë, ato që kanë sy shikojnë, ato që kanë vesh dëgjojnë. Edhe duke ruajtur këtë raportin e të bërë gjërat në mënyrë ose për t'i përmirësuar në rrethin shoqëror apo personal, të paktën kam një shoqëri shumë solide, shumë të mirë, pra arri që këto 10 njerëz që njoh janë të gjithë të saktë. Pra nuk dua të kem një rreth shoqëror lloj-lloj, po 10 njerëz i kam të saktë dhe kam dëshirë të shpenzoj kohë me to. Pastaj pjesa tjetër është mos komentoj më. Ti nuk na dhe shumë shpresë, të paktën sa jemi gjallë dhe s'ka përmirësim, po të paktën do vdesim të qetë me idenë që kemi bërë përpjekje. Po patjetër. Shiko, është një gjë. Asnjëherë nuk duhet të hequr dorë, për sa kohë ti ke fuqi ta bësh diçka. Pra, Zoti ka dhënë dur, këmbët, gojën, syt,
për të bërë dhe për të shprehur dhe për të dëgjuar ato që ti do të bësh. E shfrytëzo për keq, e shfrytëzo për mirë, është individuale. Po në rrethin tonë gjithmonë anojmë nga e mira. Kaq sa kemi mundësinë e bëjmë, çfarë nuk kemi mundësi ndonjëherë edhe përpiqemi për më shumë, pastaj aq sa na lejon pra aftësia jon, qoftë si individ, qoftë pra aftësitë le të themi monetare ose më saktë aftësitë financiare, qoftë aftësitë emocionale, pra që ne mund të bëjmë, sepse fundi e fundit janë të ndërlidhura. Nuk ti mund të kesh ide shumë të mira, mund duash të bësh shumë gjëra të mira, po mungoj financa, pastaj janë pothuajse të paralizueshme. Qoftë të ndihmosh dikë, qoftë të ndihmosh veten. Na thuj ndonjë gjë të bukur tash se shumë serioze e pesimiste e bër. Jo, më Gjithë them çuni i vërtetat. qeshur edhe i qet, hajde, jepi Një gjë pozitive. dua një gjë pozitive nga ti. Një gjë pozitive mund të jetë unë do të thoja gjithmonë ndiqni atë që ju do zemra. Kini besim në Zot. Jam gjithmonë pro i të besuarit që çdo gjë ka një hapësirë të vetën, ka një kohë të vetën, dhe vjen gjithmonë në momentin e duhur, jo kur ju duhet njerëzve, por kur i nevojitet vetë individit. Gjithmonë zgjidhen gjërat. Do të jemi mirënjohës, edhe të japim dorën njëri tjetrit jo për t'i marrë krahun, po për t'i dhënë dorën edhe për të ecur krah krah. Kjo do të ishte base shumë idealiste, por nëse zbatohet në fusha të ndryshme të jetës, gjithmonë do të ketë pra një, do të thoja, një skenar ku njerëzit do të ishin si ato filmat që përfundojnë me fushën e bukur me lule, edhe jo si njerëzit që zihen me njëri tjetrin. Pra jo drama, po do të ishte diçka Happy end. happy endi. Një fund i lumtur, shpresojmë. Ore, po që qeke më mirë para kamerave ti se mrapa. Dikush më tha që unë kam shumë emocione para kamerave. Po, i ftuar e para ardhës, ja pra kur e vërtetoj. O i fshej mirë emocionet, o nuk di çfarë them. Jo se të shaj mrapa kamerave, po falenderojmë shumë për gjithë punën, kontributin që jep mrapa kamerave, po dhe para kamerave. Ishe një kënaqësi e vërtet. Faleminderit ty për suportin dhe mundësinë që na ka dhënë Zoti për ta sjellë në jetë projektin. Po, edhe shpresojmë që të jemi sa më frydhënës për ndjekësit. Edhe për të përhapur një mesazh që gjithsecili prej tyre e gjen tek një nga episodet tona. Po.